Në këtë moment, ndërsa ju leksoni këto fjalë, trupi juaj po kryen një mrekulli që shkenca e konsideron pothuajse të pamundur. Çdo qelizë në trupin tuaj po lviz përpara në kohë me një shpejtësi të përsosur prej 1 sekondë për sekondë. Por këtu është pjesa që do t'ju bëj të ndaleni. Në nivelin më themelor të realitetit, në botën e grincave subatomike që përbëjnë çdo atom të trupit tuaj, koha nuk po rrjedh as pak. Ose më saktë, ajo po rrjedh në të dyja drejtimet njëkohësisht. Ju jeni një makinë kohe që nuk e di se është makinë kohe. Çdo elektron në ADN-n tuaj, çdo kuark në atomet tuaja, ekziston në një gjendje ku e kaluara dhe e ardhmja janë koncepte pothuajse pa kuptim. Në vitin 1955, fizikanti amerikan Richard Feynman qëndronte para një tabele të zezë në Institutin Teknologjik të Kalifornisë dhe shkruante një ekuacion që do të trondisnin themelet e kuptimit ton për kohën. Ai po përshkruante diçka që dukej e çmendur. Një elektron që lviz prapa në kohë është matematikisht identik me një pozitron që lviz përpara në kohë. Kolegët e tij fillimisht menduan se ishte një lojë matematike, një kuriozitet teorik pa lidhje me realitetin. Por eksperimentet që erdhën më vonë provuan se Feynman kishte zbuluar diçka thelbësore. Në nivelin kuantik, koha nuk është rrugë me një drejtim. Është më shumë si një rrjet rrugësh ku mund të udhtosh në çdo drejtim, dhe vetëm kur del në sipërfaqe, në botën tonë makroskopike, duket sikur ka vetëm një rrugë të mundshme. Imagjinoni që po shikoni një film të jetës suaj të luajtur mbrapsht. Çdo veprim zhbëhet, çdo fjalë kthehet në gojë, çdo hap tërhiqet prapa. Kjo duket absurde, e pamundur, një shkelje e çdo gjëje që e dim për natyrën e realitetit. Por në vitin 2007, një grup fizikanësh në Universitetin e Vjenës kryen një eksperiment që do të ndryshonte gjithçka. Ata morën fotone individuale, grinca drite, dhe i detyruan ato të zgjedhin një rrugë përmes një aparati eksperimental. Pastaj, pasi fotoni kishte tashmë kaluar përmes aparatit, pasi e kaluara e tij ishte tashmë shkruar në historinë e universit, shkencëtarët ndryshuan kushtet e eksperimentit. Dhe diçka e çuditshme ndodhi. Fotoni ndryshoi rrugën që kishte marrë në të kaluarën, jo në të ardhmen, në të kaluarën, sikur historia e tij ishte rishkruar. Ky eksperiment quhet Quantum Eraser, ose fshirësi kuantik, dhe ai nuk është shkencë fantastike, është shkencë e vërtet, e përsëritur në 10 laborator në mbar botën. Rezultatet janë gjithmonë të njëjta. E kaluara e një grince kuantike nuk është fikse derisa ne e vëzgojmë atë. Dhe më e çuditshme akoma, vëzgimi ynë në të tashmen mund të ndryshojë atë që ndodhi në të kaluarën. Është sikur universi të ishte një libër ku faqet e mëparshme rishkruhen çdo herë që kthehemi një faqe të re. Por si është e mundur kjo? Si mund e kaluara të jetë ndryshueshme? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi në vitin 1928, në një debat të famshëm midis 2 gjigantëve të fizikës, Albert Einstein dhe Niels Bohr. Ata po diskutonin për natyrën e realitetit kuantik në konferencën Solvay në Bruksel. Einstein besonte se realiteti ekziston pavarësisht nga vëzhgjimi ynë. Një hën ekziston edhe kur askush nuk po e shikon, argumentonte ai. Bohr kishte një pikpamje radikalisht të ndryshme. Në botën kuantike, vëzhgjimi krijon realitetin. Pa matje, pa vëzhgjim, grincat ekzistojnë në një gjendje të paqartë, një superpozicion të gjitha mundësive të tyre. Vetëm akti i vëzhgjimit i detyron ato të zgjedhin një gjendje specifike. Për dekada, debati Einstein-Bohr mbeti filozofik, por në vitet e fundit, eksperimente si fshirësi kuantik kanë treguar se Bohr kishte të drejtë në një mënyrë që as ai nuk e kishte imagjinuar plotësisht. Realiteti kuantik nuk është thjesht i paqartë para vëzhgjimit. Ai është aktivisht i ndryshueshëm nga vëzhgjimi, edhe retroaktivisht. Kjo do të thotë se e kaluara e një grimce nuk është një fakt i fiksuar, por një mundësi e hapur që mbyllet vetëm kur ne vendosim ta shohim atë. Tani le të shkojmë më thellë. Le të flasim për diçka që quhet teorema CPT, një nga parimet më themelore të fizikës moderne. Shkronjat qëndrojnë për 3 transformime. C për ngarkesë, P për paritet dhe T për kohë.
Teorema thot se ligjet e fizikës mbeten të njëjta nëse kryejmë të 3 këto transformime njëkohësisht. Nëse ndërroni çdo grincë me antigrincën e saj, pasqyroni gjithçka si në një pasqyrë dhe luani kohën mbrapsht, ligjet e fizikës do të funksionojnë saktësisht njësoj. Kjo nuk është vetëm një kuriozitet matematikor. Kjo është një deklaratë thelbësore për natyrën e kohës. Në nivelin më themelor, ligjet e universit nuk dalojnë midis së shkuarës dhe së ardhmes. Por nëse ligjet themelore të fizikës janë simetrike në kohë, pse ne përjetojmë kohën si një shigjet që lëviz vetëm përpara? Pse kujtojmë të kaluarën, por jo të ardhmen? Pse një gotë e thyer nuk rikthehet kurrë në një gotë të tërë? Kjo pyetje ka munduar fizikanët për më shumë se një shekull. Përgjigja ka të bëjë me diçka të quajtur entropi, një masë e çrregullimit në një sistem. Ligji i dytë i termodinamikës thot se entropia e një sistemi të mbyllur gjithmonë rritet me kalimin e kohës. Kjo është arsyeja pse gjërat prishen, pse njerëzit plakin, pse universi po lviz nga rregull drejt kaosit. Por këtu është çështja interesante. Ligji i dytë i termodinamikës nuk është një ligj themelor i fizikës, është një ligj statistikor. Ai përshkruan atë që ndodh në mesatare kur keni një numër të madh grimkash. Por për grimca individuale, për elektrone dhe fotone dhe kuarke, nuk ka asnjë ligj që i detyron ato të lëvizin përpara në kohë. Ato janë plotësisht të lira të lëvizin në çdo drejtim temporal që dëshirojnë. Shigjetën e kohës, atë ndjenjë të pashmangshme, që e kaluara është fikse dhe ardhmja e hapur, ne e krijojmë vetë përmes aktit kolektiv të trilionave grimcave që ndërveprojnë. Në vitin 2001, fizikanti italian Carlo Rovelli propozoi një ide radikale. Koha nuk ekziston në nivelin themelor të realitetit. Ajo që ne e quajmë kohë është thjesht një mënyrë e përshkrimit të ndryshimeve në marrëdhëniet midis objekteve. Nuk ka një orar universal që t'i takon në sfond të universit. Ka vetëm ngjarje që ndodhin në lidhje me njëra tjetrën. Kur themi se koha po kalon, ne në të vërtet po themi se gjërat po ndryshojnë. Por ndryshimi vet nuk kërkon një dimension të veçantë të quajtur kohë, kërkon vetëm marrëdhënie midis objekteve. Kjo ide mund të duket abstrakte, por ajo ka pasoja të thella për kuptimin ton të realitetit. Nëse koha nuk është një dimension themelor, atëherë e kaluara dhe ardhmja nuk janë vende të ndryshme në një linjë kohore. Ato janë thjesht mënyra të ndryshme të organizimit të informacionit për gjendjen e universit. Dhe nëse informacioni mund të riorganizohet, atëherë në një kuptim të caktuar, e kaluara mund të ndryshohet. Jo në mënyrën që e imagjinojmë në filmat e udhëtimit në kohë, ku shkoni fizikisht prapa dhe ndryshoni ngjarje, por në një mënyrë më delikate, duke ndryshuar atë që e kaluara do të thotë, duke ndryshuar marrëdhëniet që e përcaktojnë ata. Le të kthehemi te eksperimenti i fshirësit kuantik për të parë se si funksionon kjo në praktik. Imagjinoni që keni një burim që lëshon fotone individuale, një nga një. Çdo foton kalon përmes një aparati që i jep 2 rrugë të mundshme, rruga A dhe rruga B. Në mekanikën kuantike, derisa të matni se cilën rrugë mori fotoni, ai në të vërtet merr të dyja rrugët njëkohësisht. Kjo quhet superpozicion. Fotoni ekziston në një gjendje ku ai është në të dyja vendet njëkohësisht, derisa dikush vendos ta shohë. Tani, le të themi se vendosni detektor në fund të dyja rrugëve për të parë se cilën rrugë mori fotoni. Në momentin që bëni këtë, superpozicioni shembet. Fotoni zgjedh një rrugë dhe ju mund ta shihni se cilën. Por këtu vjen pjesa e çuditshme. Nëse hiqni detektorët pasi fotoni ka tashmë kaluar përmes aparatit, por para se informacioni të arrijë tek ju, fotoni kthehet në një gjendje superpozicioni. Është sikur ai harron se kishte zgjedhur një rrugë dhe kthehet në një gjendje ku mori të dyja rrugët. E kaluara e tij është rishkruar. Ky eksperiment është kryer me variante të ndryshme dhe rezultatet janë gjithmonë të njëjta. Më dramatika ishte një version i kryer në vitin 2017 nga një grup në Universitetin Hebre të Jerusalemit. Ata përdorën një teknik të quajtur zgjedhje e vonuar, ku vendimi për të matur ose jo rrugën e fotonit bëhej pasi fotoni kishte tashmë kaluar përmes aparatit.
Edhe në këtë rast, vendimi i bërë në të tashmen ndikoi në atë që kishte ndodhur në të kaluarën. Fotoni dukej se dinte se çfarë matjeje do të bëhej në të ardhmen dhe rregullonte sjelljen e tij në të kaluarën në përputhje me rrethanat. Tani, disa fizikan argumentojnë se kjo nuk është vërtet udhëtim në kohë. Ata thonë se ne thjesht po keqkuptojmë se çfarë do të thotë e kaluara në kontekstin kuantik. Në botën makroskopike, e kaluara është një sekuencë e fiksuar e ngjarjeve, por në botën kuantike, e kaluara është një grup mundësish që mbyllen vetëm kur ne i vëzgojmë ato. Kështu që kur ne ndryshojmë të kaluarën në një eksperiment fshirësi kuantik, ne në të vërtet po zgjedhim se cilën nga mundësitë e shumta të së kaluarës të bëjmë reale. Por kjo shpjegim vetë është e çuditshme. Ajo sugjeron se realiteti nuk është një gjë e vetme, objektive, që ekziston pavarësisht nga ne. Në vend të kësaj, realiteti është diçka që ne krijojmë përmes aktit të vëzhgjimit. Çdo matje që bëjmë, çdo vëzhgjim që kryejmë është një akt krijues që përcakton se cila nga mundësitë e pafundme të realitetit bëhet aktuale. Ne nuk jemi thjesht vëzhgues pasiv të një universi të paracaktuar. Ne jemi pjesëmarrës aktiv në krijimin e realitetit. Kjo ide ka rrënë në interpretimin e Kopenhagës të mekanikës kuantike, të zhvilluar nga Niels Bohr dhe kolegët e tij në vitet 20 dhe 30. Por në vitet e fundit, ajo ka marrë forma të reja dhe më radikale. Disa fizikanë tani argumentojnë se universi vetë është një kompjuter kuantik gjigant, duke përpunuar informacion në nivelin më themelor. Çdo grinc, çdo fush, çdo ndërveprim është një bit informacioni që po përpunohet. Dhe koha, në këtë pamje, nuk është një dimension i pavarur, por thjesht një mënyrë për shkrimit të sekuencës së përpunimit të informacionit. Nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja, a mund të ndryshojmë të kaluarën, bëhet një pyetje për natyrën e informacionit. Informacioni mund të fshihet, mund të riorganizohet, mund të riinterpretohet. Në një kuptim, çdo herë që mësojmë diçka të re për të kaluarën, ne po e ndryshojmë atë, sepse po ndryshojmë kuptimin që ajo ka për ne. Kjo nuk është thjesht një lojë filozofike. Kjo ka pasoja praktike për mënyrën se si e kuptojmë historinë, kujtesën, identitetin. Merrni për shembull kujtesën. Për shumë vite, shkencëtarët mendonin se kujtimet ishin si regjistrime, kopje të sakta të ngjarjeve të kaluara të ruajtura në tru. Por kërkimet e fundit kanë treguar se kujtimet janë shumë më dinamike. Çdo herë që kujtojmë diçka, ne po e rikonstruktojmë atë kujtesë nga copza informacioni. Dhe në procesin e rikonstruktimit, ne shpesh e ndryshojmë atë. Detaje shtohen, detaje humbasin, emocione ndryshojnë. Në një kuptim të vërtet, e kaluara jon personale është në ndryshim të vazhdueshëm, duke u rishkruar çdo herë që e kujtojmë atë. Tani imagjinoni të zgjerohet kjo ide në shkallë kozmike. Nëse universi vetë është një sistem i përpunimit të informacionit, atëherë kujtesa e tij për të kaluarën mund të jetë po aq dinamike sa kujtesa jon. Çdo ndërveprim i ri, çdo matje e re mund të riorganizojë informacionin për gjendjen e mëparshme të universit. Kjo nuk do të thotë se ngjarjet e mëdha makroskopike ndryshojnë. Ligji i dytë i termodinamikës siguron se në shkallë të madhe koha ka një drejtim të qartë. Por në nivelin kuantik, ku informacioni është themelor, e kaluara mund të jetë shumë më e lëngshme se sa e imagjinojmë. Ka një eksperiment tjetër që e çon këtë ide në ekstrem. Quhet eksperimenti i zgjedhjes së vonuar me shkallë kozmike dhe është propozuar nga fizikanti John Wheeler në vitin 1984. Imagjinoni një kuazar, një objekt i largët kozmik që lëshon dritë. Midis kuazarit dhe tokës ka një galaktik masive që vepron si një lente gravitacionale, duke përkullur dritën e kuazarit rreth saj. Kjo do të thotë se fotone nga kuazari mund të marrin dy rrugë të ndryshme për të arritur tek ne, rreth anës së majtë të galaktikës ose rreth anës së djathtë. Tani, këto fotone kanë udhëtuar për miliarda vite. Ata kanë kaluar pranë galaktikës së ndërmjetme miliarda vite më parë. Por sipas mekanikës kuantike, derisa ne të vendosim se si ti matim ata janë në një gjendje superpozicioni, duke marrë të dyja rrugët njëkohësisht. Kështu që vendimi ynë sot, në vitin 2025, për të matur këta fotone në një mënyrë të caktuar, përcakton se cilën rrugë morën ata miliarda vite më parë. Ne, në një kuptim,
po ndryshojmë historinë e universit, duke zgjedhur se si të vëzhgojmë dritën që vjen nga thelësitë e kohës kozmike. Ky eksperiment nuk është vetëm teorik. Versionet e tij janë kryer duke përdorur dritë nga kuazar të largët dhe rezultatet konfirmojnë parashikimet e mekanikës kuantike. Fotone që kanë udhëtuar për miliarda vite duket se presin derisa ne të vendosim se si t'i matim para se të zgjedhin një rrugë përmes universit. Është sikur e kaluara e universit të jetë një libër i pashkruar dhe ne po e shkruajmë atë me çdo vëzhgim që bëjmë. Por çfarë do të thotë kjo për natyrën e kohës vet? Nëse e kaluara nuk është fikse, nëse ajo mund të ndryshohet nga vëzhgimet tona në të tashmen, atëherë çfarë është koha? Disa fizikanë tani argumentojnë se koha është një iluzion, një mënyrë e përshkrimit të marrëdhënieve midis ngjarjeve, por jo një gjë reale në vetvete. Të tjerë argumentojnë se koha është reale, por shumë më komplekse se sa e imagjinojmë. Ajo nuk është një linje drejt nga e kaluara në të ardhmen, por një rrjet i ndërlikuar i mundësive që shpaloset në mënyra që varen nga vëzhgimet tona. Një nga teoritë më radikale vjen nga fizikanti britanik Julian Barber, i cili argumenton se koha nuk ekziston fare. Në librin e tij The End of Time, të botuar në vitin 1999, Barber propozon se universi është një koleksion i momenteve të pavarura, të cilat ai i quan knows, ose tani. Çdo tani është një konfigurim i plot i universit dhe nuk ka asnjë sekuencë objektive që i lidh këto momente. Ndjenja jone e rrjedhës së kohës vjen nga fakti se çdo tani përmban kujtime të tanive të tjera. Por këto kujtime janë thjesht struktura brenda vet tani, jo lidhje me një të kaluar reale. Kjo ide mund të duket e çmendur, por ajo ka disa mbështetje nga fizika moderne. Në relativitetin e përgjithshëm të Einsteinit, koha dhe hapësira janë të thurura së bashku në një pëllhur të vetme të quajtur hapësirë-kohë. Dhe në hapësirë-kohë, e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë të gjitha njëkohësisht. Nuk ka asnjë tani universal që lëviz përmes kohës. Çdo ngjarje në univers ka koordinatat e saj të hapësirë-kohës, dhe të gjitha këto ngjarje ekzistojnë njëkohësisht në struktura 4-dimensionale të hapësirë-kohës. Por nëse e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë të gjitha njëkohësisht, pse ne përjetojmë kohën si një sekuencë? Pse ndjejmë se po lëvizim nga e kaluara drejt së ardhmes? Përgjigjja mund të ketë të bëjë me natyrën e vetdijes. Vetdia jon, për arsye që ende nuk i kuptojmë plotësisht, përjeton realitetin si një sekuencë e momenteve. Ne nuk mund të përjetojmë të gjithë jetën tonë njëkohësisht. Ne e përjetojmë atë moment pas momenti, dhe kjo krijon iluzionin e rrjedhës së kohës. Disa shkencëtar tani po eksplorojnë lidhjen midis vetdijes dhe kohës në mënyra të reja. Në vitin 2012, një grup kërkuesish në Universitetin e Oxfordit propozoi se vetdia mund të jetë një fenomen kuantik, i lidhur me procesin e dekohezionit, ku sistemet kuantike humbasin superpozicionin e tyre dhe zgjedhin një gjendje specifike. Nëse kjo është e vërtet, atëherë përvojat tona subjektive të kohës mund të jenë të lidhura drejt për drejt me proceset kuantike që ndodhin në trurin ton. Kjo na çon në një pyetje të thellë. A është e mundur që vetdia jon në një mënyrë të caktuar të krijojë kohën? Jo në kuptimin se ne krijojmë fizikisht dimensionin e kohës, por në kuptimin se mënyra se si përpunojmë informacionin, mënyra se si ndërtojmë kujtime dhe parashikojmë të ardhmen, krijon strukturën narrative që e quajmë kohë. Pa vetdije, pa një vëzhgues që të organizojë përvojat në një sekuencë, koha mund të jetë thjesht një grup marrëdhëniesh pa drejtim të veçantë. Kjo ide ka pasoja të thella për pyetjen tonë origjinale. A mund të ndryshojmë të kaluarën? Nëse koha është një konstrukt i vetdijes, atëherë në një kuptim ne po e ndryshojmë të kaluarën vazhdimisht. Çdo herë që rikujtojmë një ngjarje, çdo herë që rishikojmë historinë, çdo herë që mësojmë diçka të re që ndryshon kuptimin e asaj që ka ndodhur, ne po rishkruajmë të kaluarën. Jo në mënyrën fizike që e imagjinojmë në filmat e udhëtimit në kohë, por në një mënyrë më delikate dhe më të thellë, duke ndryshuar kuptimin që e kaluara ka për ne. Por le të kthehemi te fizika e vrazhd.
Le të flasim për diçka të quajtur simetria CPT përsëri, por këtë herë në më shumë detaje. Teorema CPT thot se nëse merrni çdo proces fizik dhe kryeni 3 transformime, procesi do të funksionojë saktësisht njësoj. Transformimi C ndërron çdo grincë me antigrincën e saj. Transformimi P pasqyron gjithçka në hapësirë. Transformimi T kthen kohën mbrapsht. Së bashku, këto 3 transformime lën ligjet e fizikës të pandryshuara. Kjo është një nga teoremat më të fuqishme në fizik, sepse ajo vjen nga parimet më themelore të teorisë së fushës kuantike. Ajo nuk është një supozim ose një hipotezë, është një pasojë matematikore e strukturës së hapësirë kohës dhe e mënyrës se si fushat kuantike ndërveprojnë. Dhe ajo na tregon diçka të thellë. Në nivelin më themelor, universi nuk bën dalim midis së shkuarës dhe së ardhmes. Por nëse kjo është e vërtet, pse ne shohim një shigjet të qartë kohe në botën makroskopike? Përgjigja ka të bëjë me diçka të quajtur thyerja e simetrisë. Në fizik, thyerja e simetrisë ndodh kur një sistem që ka një simetri në ligjet e tij themelore përfundon në një gjendje që nuk ka atë simetri. Për shembull, ligjet e fizikës janë të njëjta në të gjitha drejtimet e hapësirës, por një kristal ka një strukturë të caktuar që zgjedh drejtime të veçanta. Në rastin e kohës, ligjet themelore janë simetrike, por gjendja e universit nuk është. Universi filloi në një gjendje të rendit të lartë me entropi të ulët në Big Bang, që atëherë ai ka qenë duke lvizur drejt gjendjes me entropi më të lartë, më të çrregullt. Kjo rritje e entropisë krijon shigjetën e kohës që ne përjetojmë. E kaluara është drejtimi i entropisë më të ulët. E ardhmja është drejtimi i entropisë më të lartë. Por këtu është çështja interesante. Kjo shigjet kohe nuk është një ligj themelor. Është një pasojë statistikore e faktit se universi filloi në një gjendje të pazakontë. Nëse universi kishte filluar në një gjendje të çrregullt me entropi të lartë, nuk do të kishte asnjë shigjet kohe, ose më saktë, do të kishte shigjetat e kohës që tregojnë në drejtime të ndryshme në pjesë të ndryshme të universit. Fakti se ne të gjithë përjetojmë të njëjtën shigjet kohe është një pasojë e kushteve filestare të veçanta të universit ton. Kjo na çon në një pyetje më të thellë. Pse universi filloi në një gjendje me entropi të ulët? Kjo është një nga pyetjet e mëdha të pazgjidhura në kozmologji. Disa fizikanë argumentojnë se ishte thjesht një rastësi, një fluktim i pazakontë në një univers më të madh. Të tjerë argumentojnë se ka një parim më të thellë që e shpjegon atë, diçka që ende nuk e kemi zbuluar. Dhe disa argumentojnë se pyetja vetë është e gabuar, se ne po e shohim problemin nga perspektiva e gabuar. Një nga idetë më interesante vjen nga kozmologu britanik Roger Penrose, i cili ka propozuar se universi kalon përmes cikleve të pafundme të zgjerimit dhe të kurrjes. Në fund të çdo cikli, universi arrin një gjendje me entropi maksimale, ku gjithçka është e shpërndarë në mënyrë uniforme. Por pastaj, për arsye që Penrose po përpiqet të kuptojë, universi rivendoset dhe fillon një cikël të ri me entropi të ulët. Nëse kjo është e vërtet, atëherë shigjetën e kohës që ne përjetojmë është vetëm një fazë në një cikël kozmik shumë më të madh. Por le të kthehemi te pyetja jonë kryesore. A mund të ndryshojmë të kaluarën? Në dritën e gjithçkaje që kemi diskutuar, përgjigja duket të jetë: varet se çfarë kuptoni me ndryshim dhe e kaluara. Nëse me kuptoni sekuencën e fiksuar të ngjarjeve makroskopike që kanë ndodhur, atëherë jo, ne nuk mund ta ndryshojmë ata. Ligji i dytë i termodinamikës siguron se në shkallë të madhe, koha ka një drejtim të qartë dhe ngjarjet e kaluara janë të fiksuara. Por nëse me kuptoni gjendjen kuantike të grincave individuale, atëherë po, në një kuptim të caktuar, ne mund të ndryshojmë atë. Eksperimentet e fshirësit kuantik tregojnë se vëzhgjimet tona në të tashmen mund të ndikojnë në gjendjen e kaluara të grincave kuantike. Dhe nëse me e kaluara kuptoni kuptimin dhe interpretimin që i japim ngjarjeve të kaluara, atëherë absolutisht po, ne po e ndryshojmë të kaluarën, vazhdimisht përmes aktit të kujtesës dhe interpretimit. Kjo na sjell në një pikë të rëndësishme. Pyetja: a mund të ndryshojmë të kaluarën? Nuk është vetëm një pyetje shkencore, është gjithashtu një pyetje filozofike për natyrën e realitetit, kohës dhe vetëdijes.
dhe përgjigja varet nga se si e përkufizojmë këto koncepte. Fizika moderne na ka treguar se realiteti është shumë më i çuditshëm dhe më kompleks se sa imagjinojmë. Koha nuk është një linje drejtë e thjeshtë nga e kaluara në të ardhmen. Është një strukturë ndërlikuar e marrëdhënieve që varet nga vëzhgimet tona dhe nga mënyra se si ne përpunojmë informacionin. Tani le të ndalemi në një moment që mund të duket i zakonshëm, por që në të vërtetë është një mrekulli e fizikës kuantike. Ju po lexoni këto fjalë. Fotone po godasin retinën tuaj. Elektrone po lvizin përmes neuroneve tuaja. Por në nivelin më themelor, çdo një nga këto grinca ekziston në një gjendje që sfidojon çdo gjë që mendojmë se e dim për shkak dhe pasojë. Çdo foton që po lexon këtë fjalë nuk ka një histori të vetme se si arriti tek ju. Ai ka një pafundësi historish. Të gjitha po ndodhin njëkohësisht, derisa trupi juaj, duke vepruar si një aparat matës gjigant, i detyron ato të zgjevin një realitet të vetëm. Le të shkojmë më thellë në eksperimentin e fshirësit kuantik, sepse këtu qëndron zemra e çështjes. Në vitin 2007, ekipi i Universitetit të Vjenës në ndrejtimin e fizikantit Anton Zeilinger kreu një version të sofistikuar të këtij eksperimenti që do të fitonte çmimin Nobel 15 vjet më vonë. Ata morën çifte fotonesh të ndërthurura, grimca drite, që janë të lidhura në një mënyrë që Einstein e quajti veprim i frikshëm në distancë. Kur matni njërin foton, menjëherë dini diçka për tjetrin, pavarësisht se sa larg janë ata nga njëri tjetri. Por këtu vjen pjesa që e bën këtë eksperiment vërtet të jashtëzakonshëm. Ata dërguan një foton përmes një aparati me 2 vrima, eksperimenti klasik i Young që tregon natyrën valzore të dritës. Fotoni kaloi përmes të dyja vrimave njëkohësisht, duke krigjuar një model ndërhyrjeje në ekranin e detektimit. Kjo është sjellja klasike valzore. Por pastaj, pasi fotoni kishte tashmë goditur ekranin, pasi kuote historia e tij ishte tashmë e shkruar, shkencëtarët matën fotonin e ndërthurur të tij në një mënyrë që zbulonte se cilën vrim kishte marrë fotoni i parë. Dhe në atë moment, diçka e çuditshme ndodhi. Modeli i ndërhyrjes në ekran zhduket. Është sikur fotoni, duke mësuar se historia e tij ishte zbuluar, vendosi retroaktivisht të mos kaloj përmes të dyja vrimave njëkohësisht. Ai një vrim, edhe pse kjo zgjevje u bë pasi ai kishte tashmë arritur në ekran, e kaluara e fotonit u rishkrua nga një matje e bërë në të ardhmen e tij. Tani, disa prej jush mund të mendojnë, kjo është thjesht një kuriozitet i botës kuantike. Çfarë lidhje ka me jetën time, me realitetin që unë përjetoj? Dhe kjo është një pyetje e drejtë, por konsideroni këtë. Çdo atom në trupin tuaj është i bërë nga grimca kuantike. Çdo proces kimik që ju mban gjallë varet në ndërveprime kuantike. Trupi juaj është një orkestër e trilionave ngjarjeve kuantike që ndodhin çdo sekond. Dhe nëse çdo një nga këto ngjarje ka një e kaluar që është e paqartë derisa të vëzhgohet, atëherë në një kuptim të thellë, historia e trupit tuaj, historia e jetës suaj, është gjithashtu e paqartë në nivelin më themelor. Le të eksplorojmë një eksperiment tjetër që e çon këtë ide në një drejtim edhe më të çuditshëm. Në vitin 2011, një grup fizikanësh në Universitetin Hebre të Jerusalemit, të udhëhequr nga Eli Megidish, kryen atë që ata e quajtën eksperimenti i ndërrimit kuantik të vonuar. Ata krijuan një situatë ku 2 fotone nuk ishin kurrë në ekzistencë në të njëjtën kohë, por megjithatë treguan ndërthurje kuantike. Fotoni i parë u krijua, u mat dhe u shkatërrua. Pastaj, më vonë, fotoni i dytë u krijua. Dhe megjithatë, matja e fotonit të dytë ndikoi në rezultatet që ishin regjistruar për fotonin e parë, i cili nuk ekzistonte më. Leqoni këtë përsëri, sepse është e rëndësishme. Një grincë që nuk ekziston më, u ndikua nga një grincë që nuk kishte ekzistuar ende kur grinca e parë u mat. Kjo nuk është shkencë fantastike. Kjo është shkencë e vërtet, e botuar në revistën Physical Review Letters, një nga revistat më prestigjioze në fizik. Rezultatet tregojnë se ndërthurja kuantike, ajo lidhje e çuditshme midis grincave, nuk respekton kufirin midis së shkuarës dhe së ardhmes. Ajo ekziston jashtë kohës,
në një kuptim që ne ende po përpiqemi të kuptojmë. Por si shpjegohet kjo? Si mund një grinc që nuk ekziston më të ndikojë nga një grinc që nuk ka ekzistuar ende? Një shpjegim vjen nga interpretimi i shumë botëve të mekanikës kuantike, i propozuar për herë të parë nga fizikanti amerikan Hugh Everett në vitin 1957. Sipas këtij interpretimi, çdo herë që një sistem kuantik zgjedh midis mundësive të shumta, universi ndahet në dega të shumta, ku çdo mundësi realizohet në një degë të ndryshme. Në këtë pamje nuk ka asnjë e kaluar e vetme. Ka një pafundësi të kaluar, secila po ndodh në një degë të ndryshme të realitetit. Kur ne ndryshojmë të kaluarën në një eksperiment fshirësi kuantik, ne në të vërtet po zgjedhim se cilën degë të realitetit të vëzgojmë. Të gjitha degët ekzistojnë njëkohësisht, por vetdia jon përjeton vetëm një prej tyre në çdo moment. Kjo ide mund të duket e çmendur, por ajo ka disa avantazhe mbi interpretimet e tjera. Për një gjë, ajo eliminon nevojën për shembjen e funksionit të valët. Procesi misterioze ku një sistem kuantik kalon nga një gjendje superpozicioni në një gjendje të caktuar. Në interpretimin e shumë botëve nuk ka shembje. Të gjitha mundësitë realizohen, thjesht në dega të ndryshme të realitetit. Ne përjetojmë një shembje sepse vetëdia jon ndjek një degë të vetme, por degët e tjera vazhdojnë të ekzistojnë. Por kjo ngre një pyetje të thellë. Nëse të gjitha mundësitë realizohen, nëse çdo zgjedhje që bëjmë krijon një degë të re të realitetit, atëherë çfarë do të thotë të bësh një zgjedhje? Nëse ka një version tjetër i jush në një degë tjetër që bëri zgjedhjen e kundërt, atëherë në një kuptim, ju nuk keni zgjedhur fare. Të gjitha zgjedhjet u bën. Ju thjesht po përjetoni një nga to. Kjo na çon në një debat filozofik që ka zënë fizikanët për dekada. A kemi ne vullnet të lirë në një univers kuantik? Nëse çdo mundësi realizohet, nëse çdo version i së ardhmes ekziston tashmë në një degë të realitetit, atëherë në çfarë kuptimi jemi ne të lirë të zgjedhim? Disa filozofë argumentojnë se interpretimi i shumë botëve në të vërtet rrit lirinë tonë, sepse do të thotë se çdo zgjedhje që mund të bëjmë, në të vërtet bëhet. Të tjerë argumentojnë se ai e eliminon lirin, sepse do të thotë se nuk ka asnjë zgjedhje reale, vetëm një ndarje e realitetit në dega të shumta. Por le të lëmë mënjan filozofinë për një moment dhe të kthehemi te fizika. Ka një aspekt tjetër të eksperimenteve të fshirësit kuantik që është veçanërisht i çuditshëm. Fakti se informacioni mund të fshihet në një mënyrë që ndryshon të kaluarën. Le të shohim se si funksionon kjo në detaje. Imagjinoni që keni një foton që kalon përmes një aparati me 2 rrugë. Ju vendosni detektor që regjistrojnë se cilën rrugë mori fotoni. Kjo informacion shënon fotonin duke e detyruar atë të zgjedhë një rrugë specifike. Por pastaj, para se informacioni të arrijë tek ju vendosni një fshirës që shkatërron informacionin për rrugën. Në momentin që informacioni fshihet, fotoni kthehet në një gjendje superpozicioni, sikur ai kurrë nuk kishte zgjedhur një rrugë. Kjo është arsyeja pse quhet fshirës kuantik. Ju po fshini informacionin për të kaluarën e fotonit dhe në procesin e fshirjes ju po ndryshoni atë të kaluar. Por këtu është pjesa që e bën këtë vërtet të thellë. Informacioni që po fshihet nuk është thjesht një regjistrim i asaj që ndodhi. Në botën kuantike, informacioni është realiteti. Nuk ka një realitet objektiv atje jashtë që ekziston pavarësisht nga informacioni që kemi për të. Realiteti dhe informacioni janë të pandashëm. Kjo ide ka rrënjë në punën e fizikantit amerikan John Archibald Wheeler, një nga figurat më ndikuese në fizikën e shekullit të 20. Wheeler propozoi se universi është në thelb informacional. Ai e quajti këtë it from bit. Ideja se çdo gjë fizike, çdo rrjedh nga informacioni, nga bit. Në këtë pamje, grimcat, fushat, madje dhe hapësira dhe koha vet janë manifestimet e informacionit në nivelin më themelor. Nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja, mund të ndryshojmë të kaluarën, bëhet një pyetje për manipulimin e informacionit. Dhe ne e dim se informacioni mund të manipulohet. Ai mund të kopjohet, të fshihet, të transformohet.
Në një univers informacional, ndryshimi i informacionit për të kaluarën është ekuivalent me ndryshimin e vetë së kaluarës. Por ka një kufizim të rëndësishëm këtu, i njohur si teorema e mosklonimi kuantik. Kjo teorem, e provuar nga fizikanti William Wouters dhe kolegët e tij në vitin 1982, thotë se është e pamundur të bësh një kopje të përsosur të një gjendje kuantike të panjohur. Kjo do të thotë se nuk mund të ruash informacionin për të kaluaren e një sistemi kuantik në një mënyrë që të lejojë riprodhimin e saktë të asaj të kaluare. Çdo përpjekje për të matur dhe ruajtur informacionin ndryshon sistemin, duke e bërë të pamundur rikthimin e saktë të gjendjes origjinale. Kjo ka pasoja të thella për udhëtimin në kohë. Edhe nëse do të ishte fizikisht e mundur të udhëtosh prapa në kohë, teorema e mosklonimi do të bënte të pamundur rikthimin e saktë të një gjendje të mëparshme të universit. Çdo përpjekje për të rikthyer të kaluaren do të krijonte një version të ndryshuar të saj, jo një riprodhim të përsosur. Në një kuptim, e kaluara është e mbrojtur nga vetë ligjet e fizikës kuantike. Por le të eksplorojmë një skenar tjetër, një që është edhe më i çuditshëm. Çfarë do të ndodhte nëse do të mund të krijoni një ndërthurje kuantike midis një grimce në të tashmen dhe një grimce në të kaluarën? Kjo mund të duket si shkencë fantastike, por disa fizikanë tani po eksplorojnë mundësinë teorike të teleportimit kuantik përmes kohës. Teleportimi kuantik, i demonstruar për herë të parë në vitin 1997, është një proces ku gjendja kuantike e një grimce transferohet në një grimcë tjetër duke përdorur ndërthurjen kuantike. Grimca origjinale nuk lëviz fizikisht, por gjendja e saj teleportohet në vendodhjen e grimcës së dytë. Tani, nëse do të mund të krijoni ndërthurje midis grimcave në kohë të ndryshme, teorikisht do të mund të teleportoni informacion nga e tashmja në të kaluarën, ose nga e kaluara në të tashmen. Kjo nuk do të ishte udhëtim në kohë, në kuptimin tradicional. Ju nuk do të mund të dërgonit një objekt makroskopik prapa në kohë, por ju do të mund të dërgonit informacion. Dhe në një univers informacional, kjo mund të jetë mjaftueshme për të ndryshuar të kaluarën në mënyra të rëndësishme. Sigurisht, kjo është thjesht spekulim teorik në këtë pikë. Askush nuk ka demonstruar teleportim kuantik përmes kohës, dhe mund të ketë arsye themelore pse është i pamundur. Por fakti se fizikanët madje po e konsiderojnë këtë mundësi, tregon se sa shumë ka ndryshuar kuptimi ynë për kohën. Një shekull më parë, koha konsiderohej si një dimension absolut, një sken fikse ku ngjarjet luanin. Tani e dim se koha është shumë më fleksibël. Ajo ngadalsohet pranë objekteve masive. Ajo rrjedh me shpejtësi të ndryshme për vëzhgues të ndryshëm. Dhe në nivelin kuantik, ajo mund të rrjedh në të dyja drejtimet, ose të mos rrjedh fare. Le të shohim një eksperiment tjetër që ilustron këtë fleksibilitet të kohës. Në vitin 2015, një grup fizikanësh në Universitetin e Vienës, përsëri ekipi i Zeilinger, kryen një version të eksperimentit të zgjedhjes së vonuar duke përdorur dritë nga një yll i largët. Ata përdorën një kuazar që ishte rreth 7 miliardë 500 milion vjet dritë e larg. Drita nga ky kuazar kishte udhëtuar për 7 miliardë 500 milion vjet para se të arrinte në tokë. Në rrugën e saj, drita kaloi pranë një galaktike që veproi si një lente gravitacionale, duke e përkulur dritën rreth saj. Kjo do të thotë se fotone nga kuazari mund të merrnin dy rrugë të ndryshme për të arritur tek ne. Tani, këta fizikan vendosën një aparat që u lejonte atyre të zgjedhin, pasi fotoni kishte tashmë arritur në tokë, nëse të matin se cilën rrugë mori fotoni, apo të matin modelin e ndërhyrjes që tregon se fotoni mori të dyja rrugët njëkohësisht, rezultatet ishin saktësisht ato që parashikonte mekanika kuantike. Vendimi i bërë në tokë në vitin 2015 ndikoi në rrugën që fotoni mori 7 miliardë 500 milion vjet më parë. Kjo nuk është thjesht një eksperiment mendor, kjo është një eksperiment real me rezultate reale, që tregojnë se zgjedhjet tona në të tashmen mund të ndikojnë në ngjarje që ndodhen miliarda vjet më parë. Tani, disa kritik argumentojnë se kjo nuk është vërtet ndryshimi së kaluarës. Ata thonë se fotoni ishte gjithmonë në një gjendje superpozicioni, duke marrë të dyja rrugët njëkohësisht derisa ne e matëm atë. Kështu që ne nuk po ndryshojmë të kaluarën,
Ne thjesht po zbulojmë se cila nga mundësitë e shumta të së kaluarës u realizua. Por kjo shpjegim vetë është e çuditshme. Ajo sugjeron se për 7 miliardë 500 milion vjet, fotoni ekzistoi në një gjendje të paqartë, duke pritur që ne të vendosim se çfarë kishte bërë. Kjo na çon në një pyetje më të thellë. Çfarë do të thotë të ekzistosh në një gjendje superpozicioni? Kur themi se një grimc është në dy vende njëkohësisht, çfarë kuptojmë me këtë? A ka grimca vërtet një vendodhje të paqartë, apo është kjo thjesht një mënyrë të follurit për mungesën tonë të informacionit? Kjo është një nga pyetjet më të vështira në filozofinë e fizikës. Dhe fizikanët nuk janë dakord për përgjigjen. Disa, si Niels Bohr, argumentojnë se pyetja vetë është pa kuptim. Sipas interpretimit të Kopenhagës, nuk ka kuptim të flasësh për atë që një grimc vërtet është para se të matet. E vetmja gjë që ekziston janë rezultatet e matjeve. Të tjerë, si Albert Einstein, argumentojnë se duhet të ketë një realitet objektiv që ekziston pavarësisht nga matjet tona, edhe nëse ne nuk mund ta njohim atë plotësisht. Ky debat ka vazhduar për pothuajse një shekull dhe ende nuk ka një konsensus. Por eksperimentet e fundit kanë filluar të japin disa udhëzime. Në vitin 2015, një grup fizikanësh në Universitetin Teknologjik të Delft në Holand kreu një eksperiment që testoi atë që quhet pabarazit e Bell, një grup parashikimesh matematikore që dallojnë midis mekanikës kuantike dhe teorive të variablave të fshehur lokal. Teoritë e variablave të fshehur lokal janë përpjekje për të ruajtur realitetin objektiv, duke supozuar se ka informacion i fshehur që përcakton rezultatet e matjeve kuantike. Nëse këto teori janë të sakta, atëhere ka një realitet objektiv që ekziston pavarësisht nga matjet tona. Por eksperimenti i Delft, së bashku me shumë eksperimente të tjera, ka treguar se pabarazit e Bell shkelen. Kjo do të thotë se teoritë e variablave të fshehur lokal nuk mund të jenë të sakta, të paktën jo në formën e tyre më të thjeshtë. Kjo nuk provon se nuk ka realitet objektiv, por tregon se nëse ka një realitet objektiv, ai duhet të jetë jo lokal, që do të thotë se grimcat mund të ndikojnë njëra tjetrën menjëherë, pavarësisht nga distanca. Ose, në mënyrë alternative, realiteti mund të jetë kontekstual, që do të thotë se vetit e një grimce varen nga mënyra se si e matim atë. Në të dyja rastet, realiteti është shumë më i çuditshëm se sa e imagjinojmë. Tani, le të lidhim këtë me pyetjen tonë për kohën. Nëse realiteti është jo lokal, nëse grimcat mund të ndikojnë njëra tjetrën menjëherë, pavarësisht nga distanca, atëherë mund të ketë edhe një jo lokalizëm temporal. Grimcat mund të ndikojnë njëra tjetrën pavarësisht nga distanca në kohë. Kjo do të shpjegonte se si matjet tona në të tashmen mund të ndikojnë në ngjarje që ndodhen në të kaluarën. Nuk është se ne po dërgojmë informacion prapa në kohë, është se koha vetë nuk është aq e ndarë sa imagjinojmë. E kaluara dhe e tashmja janë të lidhura në mënyra që shkelin kuptimin ton intuitiv të shkaksisë. Kjo ide e jo lokalizimit temporal është ende spekuluese, por ajo po fiton terren midis disa fizikanësh. Në vitin 2019, një grup kërkuesish në Universitetin e Oxfordit propozoi një formulim matematikor të jo lokalizimit temporal që është në përputhje me mekanikën kuantike dhe relativitetin. Ata treguan se në kushte të caktuara, ngjarjet në kohë të ndryshme mund të jenë të ndërthurura në një mënyrë që është analoge me ndërthurjen hapësinore. Nëse kjo është e vërtet, atëherë e kaluara dhe e tashmia nuk janë të ndara në mënyrën që mendojmë. Ato janë pjesë të një strukture më të madhe, një rrjet i ngjarjeve të ndërthurura që shtrihet përmes kohës dhe hapësirës. Dhe nëse ato janë të ndërthurura, atëherë ndryshimi i njërës mund të ndikojë në tjetrën, jo përmes një zinxhiri shkaksor, por përmes një lidhje të drejtë për drejtë që ekziston jashtë kohës. Kjo na sjell në një pikë kritike. Kur flasim për ndryshimin e së kaluarës, ne zakonisht e imagjinojmë këtë si një proces shkaksor. Ne bëjmë diçka në të tashmen që shkakton një ndryshim në të kaluarën. Por në një univers me jo lokalizëm temporal, shkakësia vetë mund të jetë një iluzion. Mund të mos ketë një zinxhir shkaksor që lidh të tashmen me të kaluarën. Në vend të kësaj, mund të ketë thjesht një rrjet i marrëdhënieve
që ekziston në të gjithë hapësirë-kohën. Dhe atë që ne e perceptojmë si shkaksi është thjesht një mënyrë e organizimit të këtyre marrëdhënieve në një narrativ lineare. Kjo ide ka rrënjë në punën e filozofit britanik Bertrand Russell, i cili në vitin 1913 argumentoi se shkakësia nuk është një koncept themelor në fizik. Ai tha se ligjet e fizikës përshkruajnë marrëdhënie funksionale midis ngjarjeve, jo zinxhir shkaksor. Një ngjarje nuk shkakton një tjetër në kuptimin e zakonshëm. Në vend të kësaj, të dyja ngjarjet janë pjesë të një modeli më të madh që përshkruhet nga ligjet e fizikës. Nëse Russell kishte të drejtë, atëherë pyetja, a mund të ndryshojmë të kaluarën, mund të jetë e keq formuluar. Nuk është se ne po ndryshojmë diçka që tashmë ka ndodhur, është se ne po zbulojmë se modeli i ngjarjeve në hapësirë-kohë është më kompleks se sa mendonim. Atë që ne e quajmë e kaluara nuk është një grup i fiksuar i ngjarjeve, por një pjesë e një modeli më të madh që vazhdon të zbulohet ndërsa ne bëjmë matje të reja dhe fitojmë informacion të ri. Kjo na çon në një pyetje të fundit për këtë pjesë. Nëse e kaluara nuk është fikse, nëse ajo mund të ndryshohet nga vëzhgjimet tona në të tashmen, atëherë çfarë do të thotë kjo për identitetin ton? Ne mendojmë për veten tonë si produkte të së kaluarës son, kujtimet tona, përvojat tona, zgjedhjet tona të kaluara. Të gjitha këto na përcaktojnë se kush jemi. Por nëse e kaluara është e lëngshme, nëse ajo mund të riorganizohet, atëherë identiteti ynë gjithashtu mund të jetë më i lëngshëm se sa e imagjinojmë. Kjo nuk është thjesht një pyetje filozofike. Ajo ka pasoja praktike për mënyrën se si e kuptojmë kujtesën, traumën, ndryshimin personal. Nëse e kaluara jon nuk është fikse, nëse ajo mund të rishkruhet përmes aktit të kujtesës dhe interpretimit, atëherë ne kemi më shumë fuqi mbi identitetin ton se sa mendonim. Ne nuk jemi thjesht produkte të së kaluarës son. Ne jemi krijues aktiv të asaj të kaluare, duke e rishkruar atë çdo herë që e kujtojmë dhe e rinterpretojmë. Kjo ide ka gjetur mbështetje nga kërkimet e fundit në neuroshkencë. Studimet kanë treguar se çdo herë që kujtojmë një ngjarje, ne po e rikonstruktojmë atë kujtesë nga copëza informacioni të ruajtura në pjesë të ndryshme të trurit. Dhe në procesin e rikonstruktimit, kujtesa mund të ndryshohet. Detaje mund të shtohen nga përvojat e mvonshme. Emocione mund të modifikohen nga gjendja jon aktuale emocionale. Në një kuptim të vërtet, çdo akt i kujtesës është një akt i krijimit, jo thjesht një rikthim i së kaluarës. Kjo do të thotë se e kaluara jon personale është në ndryshim të vazhdueshëm. Çdo herë që tregojmë një histori për veten tonë, çdo herë që reflektojmë mbi përvojat tona, ne po rishkruajmë historinë tonë. Dhe nëse kjo është e vërtet në nivelin personal, mund të jetë e vërtet edhe në nivelin kozmik. Universi mund të jetë duke rishkruar historinë e tij vazhdimisht, duke riorganizuar informacionin për gjendjen e tij të mparshme në mënyra që varen nga gjendja e tij aktuale. Kjo na sjell në fund të kësaj pjese, por jo në fund të historisë. Ne kemi eksploruar se si eksperimentet kuantike tregojnë se e kaluara nuk është fikse, se ajo mund të ndryshohet nga vëzhgjimet tona në të tashmen. Ne kemi parë se si lokalizmi temporal mund të shpjegojë këto fenomene të çuditshme, dhe ne kemi filluar të shohim se si këto ide kanë pasoja për kuptimin ton të identitetit dhe realitetit. Por ka ende shumë pyetje të hapura. Si lidhet kjo me përvojën tonë subjektive të kohës? Çfarë roli luan vetëdia në krijimin e realitetit? Dhe çfarë do të thotë kjo për të ardhmen e njerëzimit, për mundësinë e udhëtimit në kohë, për natyrën e vet universit? Këto janë pyetjet që do të eksplorojmë në pjesët e ardhshme të kësaj historie. Por për tani, le të ndalemi dhe të reflektojmë mbi atë që kemi mësuar. Koha nuk është ajo që mendonim se ishte. E kaluara nuk është një sekuencë fikse e ngjarjeve, por një grup mundësish që mbyllen vetëm kur i vëzhgojmë ato. Dhe ne, si vëzhgues, nuk jemi thjesht dëshmitar pasiv të realitetit. Ne jemi pjesëmarrës aktiv në krijimin e tij, duke zgjedhur se cilat nga mundësitë e pafundme të realitetit bëhen aktuale. Në një kuptim të thellë, ne jemi bashkëkrijues të universit, duke e shkruar historinë e tij me çdo vëzhgim që bëjmë, me çdo zgjedhje që marrim, me çdo moment që jetojmë. Në këtë moment, ndërsa universi po zgjerohet me shpejtësinë e dritës,
ndërsa galaktikat po largohen nga njëra tjetra, ndërsa koha po rrjedh përpara me një shpejtësi të pashmangshme, ka diçka që po ndodh në nivelin më themelor të realitetit që e bën të gjithë këtë koncept të përpara, pothuajse pa kuptim. Çdo grimc në trupin tuaj, çdo atom në planetin ton, çdo yll në qiellin e natës, ekziston në një gjendje ku dalimi midis së shkuarës dhe së ardhmes është një iluzion i krijuar nga perspektiva jone kufizuar. Ju jeni një qenie 4-dimensionale që përjeton vetëm një prerje 3-dimensionale të vetes suaj në çdo moment. Dhe ajo prerje që ju e cuani tani nuk është më reale se çdo moment tjetër i jetës suaj që tashmë ka kaluar, ose që do të vijë. Le të shkojmë në vitin 1925 në një dhomë në Universitetin e Leiden në Holand. Një fizikant i ri holandez me emrin George Uhlenbeck po shikonte një grup ekuacionesh që përshkruanin sjelljen e elektroneve. Diçka nuk po shkonte. Elektronet duket se kishin një veti të çuditshme që ai dhe kolegët e tij e quajtën spin ose rrotullim. Por ky nuk ishte rrotullim në kuptimin e zakonshëm. Nëse do të llogaritni shpejtësinë me të cilën një elektron do të duhej të rrotullohej për të prodhuar momentin këndor që vëzgohej, do të zbulonit se sipërfaqja e tij do të duhej të lëvizte më shpejt se shpejtësia e dritës, gjë që është e pamundur. Kështu që spini nuk është rrotullim fizik, është diçka më themelore, një veti intrinsike e grimcave që nuk ka analog në botën makroskopike. Por këtu është pjesa që lidhet me kohën. Kur matni spinin e një elektroni përgjatë një boshti, ju menjëherë dini diçka për spinin e tij përgjatë boshteve të tjera. Jo sepse keni matur ato, por sepse ligjet e mekanikës kuantike i lidhin këto matje në një mënyrë që sfidohet shkakësinë klasike. Matja juaj përgjatë një boshti krijon një realitet për boshtet e tjera, edhe pse ju nuk i keni prekur ato. Tani, le të shkojmë në vitin 1935. Një fizikant austriak me emrin Erwin Schrödinger po shkruante një artikull që do të bëhej një nga tekstet më të famshme në historinë e fizikës. Ai po përshkruante një eksperiment mendor ku një mace vendosej në një kuti me një mekanizëm që kishte 50% shans për ta vrarë macen brenda një ore. Sipas mekanikës kuantike, derisa të hapni kutin dhe të shikoni, macja është në një gjendje superpozicioni, njëkohësisht e gjallë dhe e vdekur. Por Schrödinger nuk po propozonte këtë për të treguar se sa e mrekullueshme ishte mekanika kuantike. Ai po përpiqej të tregonte se sa absurde dukej. Si mund një mace të jetë njëkohësisht e gjallë dhe e vdekur? Kjo duket e çmendur. Por eksperimentet që erdhën më vonë treguan se në nivelin e grincave individuale, superpozicioni është absolutisht real. Grincat vërtet ekzistojnë në shumë gjendje njëkohësisht, derisa të maten. Kështu që pyetja bëhet, pse ne nuk shohim superpozicion në botën makroskopike? Pse macet janë ose të gjallë ose të vdekura, jo të dyja njëkohësisht? Përgjigja ka të bëjë me diçka të quajtur dekohezion. Kur një sistem kuantik ndërvepron me mjedisin e tij, superpozicioni i tij shpejt rrjedh në mjedis. Sistemi zgjedh një gjendje, jo sepse ka një shembje mistike të funksionit të valës, por sepse informacioni për superpozicionin shpërndahet në mjedis në një mënyrë që e bën praktikisht të pamundur rikthimin e tij. Por këtu është pjesa interesante. Dekohezioni nuk është një proces i pakthyeshëm në kuptimin themelor. Është vetëm praktikisht i pakthyeshëm, sepse kërkon kontroll mbi një numër të jashtëzakonshëm të madh grimkash. Në parim, nëse do të mund të kontrollonit çdo grimc në mjedis, do të mund të kthenit dekohecionin mbrapsht dhe të rikthenit sistemin në gjendjen e tij të superpozicionit. Kjo do të ishte ekuivalente me kthimin e kohës mbrapsht për atë sistem. Në vitin 2021, një grup fizikanësh në Universitetin e Kalifornisë në Santa Barbara bën diçka të jashtëzakonshme. Ata krijuan një procesor kuantik me emrin Sycamore që përmban 53 kubite, njësi të informacionit kuantik. Ata e programuan procesorin për të simuluar kthimin e kohës mbrapsht për një sistem kuantik. Fillimisht, sistemi ishte në një gjendje të rregullt. Pastaj, ata e lejuan atë të evoluojë përpara në kohë, duke u bërë gjithnjë e më i çrregullt. Dhe pastaj, duke përdorur një algoritëm të sofistikuar,
ata e kthyen evolucionin në mbrapsht. Rezultatet ishin mahnitse. Për një numër të vogël kubitesh, ata ishin në gjendje ta kthyen sistemin pothuajse saktësisht në gjendjen e tij fillestare. Ata kishin kthyer kohën mbrapsht, të paktën për një sistem kuantik të vogël. Sigurisht, kjo nuk ishte udhtim në kohë në kuptimin e filmave të Hollywoodit. Ata nuk dërguan informacion prapa në kohë. Ata thjesht kthyen evolucionin në një sistemi kuantik. Por fakti se kjo është e mundur, tregon se në nivelin kuantik, koha është vërtet e kthyeshme. Tani, le të shkojmë në një shkallë shumë më të madhe. Le të flasim për vrimat të zeza, objektet më ekstreme në univers. Një vrim e zezë është një rajon i hapësirë kohës ku graviteti është aq i fortë sa asgjë, as drita nuk mund të shpëtojë. Kur diçka bie në një vrim të zezë, ajo kalon përmes një sipërfaqe të quajtur horizonti i ngjarjeve, dhe pasi të kalojë këtë horizont, e ardhmja e saj është e përcaktuar. Ajo do të bjerë në singularitetin në qendër të vrimës së zezë, një pikë ku dendësia bëhet e pafundme dhe ligjet e fizikës që i njohim prishen. Por këtu është pjesa e çuditshme. Nga perspektiva e dikujt që po bie në vrimën e zezë, koha vazhdon të rrjedhë normalisht. Ata kalojnë përmes horizontit të ngjarjeve pa vënë re asgjë të veçantë. Por nga perspektiva e dikujt që po vëzgon nga jashtë, koha për personin që po bie ngadalësohet gjithnjë më shumë, ndërsa ai afrohet horizontit. Në fakt, nga perspektiva e jashtme, personi nuk arrim kurrë në horizont. Ai ngrin në vend, i ngrirë në kohë përgjithmonë. Kjo nuk është thjesht një iluzion optik, kjo është një pasojë reale e relativitetit të përgjithshëm. Koha rrjedh me shpejtësi të ndryshme në fusha gravitacionale të ndryshme. Dhe pranë një vrime të zezë, dalimet bëhen ekstreme. Kjo do të thotë se tani për dikë që po bie në një vrim të zezë, është një koncept krejtësisht i ndryshëm, nga tani për dikë që po vëzgon nga larg. Nuk ka një tani universal që të gjithë ndajnë, çdo vëzhgues ka taninë e tyre, dhe këto mund të jenë shumë të ndryshme. Por vrima e zezë na tregon diçka edhe më të thellë për natyrën e kohës. Në vitin 1974, fizikanti britanik Stephen Hawking zbuloi se vrimat e zeza nuk janë plotësisht të zeza. Ato lëshojnë rrezatim, një proces që tani quhet rrezatimi Hawking. Ky rrezatim vjen nga efekte kuantike pranë horizontit të ngjarjeve. Çifte grimkash virtuale krijohen vazhdimisht në hapësirën bosh. Zakonisht, këto çifte shfaqen dhe zhduken menjëherë, por pranë horizontit të një vrime të zezë, një grimc mund të bjerë në vrim, ndërsa tjetra shpëton, duke u bërë reale. Kjo do të thotë se vrimat e zeza ngadalë avullojnë. Ato humbasin mas përmes rrezatimit Hawking, dhe nëse prisni mjaftueshëm gjatë, një vrim e zezë do të avullojë plotësisht, duke lënë pas vetëm rrezatim. Por këtu është problemi. Rrezatimi Hawking duket se është plotësisht i rastësishëm. Ai nuk mban asnjë informacion për atë që rra në vrimën e zezë. Kjo do të thotë se informacioni është shkatërruar, gjë që shkel një parim themelor të mekanikës kuantike. Informacioni nuk mund të shkatërrohet. Ky problem quhet paradoksi i informacionit të vrimës së zezë, dhe ai ka munduar fizikanët për 50 vjet. Disa argumentojnë se informacioni në të vërtet nuk shkatërrohet, por kodifikohet në rrezatimin Hawking në një mënyrë shumë delikate që ne ende nuk e kuptojmë. Të tjerë argumentojnë se informacioni ruhet në një mënyrë tjetër, ndoshta në strukturën e vet hapësirë-kohës. Dhe disa argumentojnë se ne duhet të rishikojmë parimet tona themelore për natyrën e informacionit dhe kohës. Në vitin 2020, një grup fizikanësh, duke përfshirë Hawkingun vet, propozuan një zgjidhje të mundshme. Ata argumentuan se informacioni nuk bie vërtet në vrimën e zezë. Në vend të kësaj, ai kodifikohet në horizontin e ngjarjeve, në një strukturë dydimensionale që rrethon vrimën e zezë. Kjo ide quhet parimi holografik dhe ajo sugjeron se e gjithë informacioni i përmbajt në një vëllim tredimensional mund të kodifikohet në një sipërfaqe dydimensionale që rrethon atë vëllim. Nëse parimi holografik është i saktë, atëherë universi ynë tredimensional mund të jetë një hologram, një projekcion i informacionit të kodifikuar në një sipërfaqe dydimensionale në skajin e universit. Kjo ide mund të duket e çmendur,
por ajo ka mbështetje të fortë nga teoria e vargut, një nga kandidatët kryesor për një teori të gjithçkaje. Dhe nëse universi është një hologram, atëherë koha vetë mund të jetë një dimension i dalë nga projekcioni i këtij informacioni dydimensional. Kjo na çon në një pyetje të thellë. Nëse koha është një dimension i dalë, nëse ajo nuk është themelore, por shfaqet nga diçka më e thellë, atëherë çfarë është ajo gjë më e thellë? Disa fizikanë tani argumentojnë se është informacioni vetë. Universi në nivelin më themelor nuk është i bërë nga grimca ose fusha, por në informacion. Dhe koha është thjesht një mënyrë e organizimit të këtij informacioni në një sekuencë që ka kuptim për ne. Le të eksplorojmë këtë ide më në detaje. Imagjinoni një kompjuter që po luan një simulim të një universi. Brenda simulimit ka karaktere që përjetojnë kohën si një rrjedhje nga e kaluara në të ardhmen. Por nga perspektiva e kompjuterit, e gjithë historia e simulimit ekziston njëkohësisht si një grup të vënash. Kompjuteri mund të luajë simulimin përpara ose mbrapsht, mund të kërcejë në çdo pikë në kohë, mund të modifikojë të kaluarën dhe të shohë se si ndikon në të ardhmen. Tani, disa fizikanë argumentojnë se universi ynë mund të jetë diçka e ngjashme me një simulim, jo në kuptimin se dikush po e programon atë, por në kuptimin se ai është në thelb një proces i përpunimit të informacionit. Çdo grimc, çdo fush, çdo ndërveprim është një operacion i përpunimit të informacionit. Dhe koha është thjesht një parametër që përshkruan sekuencën e këtyre operacioneve. Nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja, a mund të ndryshojmë të kaluarën? Bëhet një pyetje për aftësinë tonë për të manipuluar informacionin që përcakton gjendjen e mëparshme të universit. Dhe ne e dim se në parim, informacioni mund të manipulohet. Në një kompjuter kuantik për shembull, ju mund të kryeni operacione që kthejnë një llogaritje mbrapsht duke e kthyer sistemin në gjendjen e tij fillestare. Nëse universi është një kompjuter kuantik gjigant, atëherë në parim mund të jetë e mundur të kthehen operacione të caktuara, duke ndryshuar të kaluarën në një kuptim të caktuar. Por ka një kufizim kritik këtu. I njohur si teorema e mosklonimi kuantik që e përmendëm më parë. Kjo teorem thot se ju nuk mund të bëni një kopje të përsosur të një gjendje kuantike të panjohur. Kjo do të thot se edhe nëse do të mund të kthehenit një operacion kuantik, ju nuk do të mund ta bënit këtë pa ndryshuar sistemin në procesin e matjes së gjendjes së tij aktuale. Çdo përpjekje për të ruajtur të kaluarën në mënyrë që të mund ta riktheni atë më vonë, do të ndryshonte atë të kaluar në procesin e ruajtjes. Kjo na sjell në një paradoks interesant. Nëse do të mund të udhëtonit prapa në kohë dhe të ndryshonit diçka në të kaluarën, do të krijonit një paradoks. Për shembull, paradoksi i famshëm i gjyshit. Nëse udhëtoni prapa në kohë dhe vrisni gjyshin tuaj para se ai të ketë fëmijë, atëherë ju nuk do të lindnit kurrë, gjë që do të thotë se nuk do të mund të udhëtonit prapa në kohë për ta vrarë atë. Kjo është një kontradikt logjike. Disa fizikanë argumentojnë se paradokse të tilla tregojnë se udhëtimi në kohë është i pamundur. Të tjerë argumentojnë se paradokset mund të shmanget nëse supozojmë se ndryshimi i së kaluarës krijon një linjë kohore alternative, një deg të re të realitetit ku gjyshi juaj vdes, por ju vazhdoni të ekzistoni në linjën kohore origjinale. Kjo është në përputhje me interpretimin e shumë botëve të mekanikës kuantike që diskutuam më parë. Por ka një zgjidhje tjetër e mundshme, e propozuar nga fizikanti rus Igor Novikov në vitin 1983. Ai argumentoi se ligjet e fizikës mund të jenë të tilla që të parandalojnë paradokset e udhëtimit në kohë. Kjo quhet parimi i vetë konsistencës së Novikov. Sipas këtij parimi, nëse udhëtimi në kohë është i mundur, atëherë ngjarjet duhet të organizohen në një mënyrë që të jenë të konsistueshme me veten. Ju nuk mund të vrisni gjyshin tuaj, sepse nëse do ta bënit, ju nuk do të ekzistonit. Për ta bërë atë, kështu që diçka do të ndodhte që do t'ju parandalonte, jo sepse ka një forcë mistike që mbron linjën kohore, por sepse ligjet e fizikës thjesht nuk lejojnë konfiguracion jo konzistent të ngjarjeve. Kjo ide ka mbështetje nga disa zgjidhje të ekuacioneve të relativitetit të përgjithshëm. Në vitin 1987, fizikanti amerikan Kip Thorne dhe studentët e tij treguan se është teorikisht e mundur të krijohet një vrim krimbash që lidh dy pika në hapësirë kohë.
Nëse njëri fundi i vrimës krimbash lëvizet me shpejtësi të lartë ndërsa tjetri mbetet i palëvishëm, atëherë, për shkak të zgjerimit të kohës relativiste, dy fundet do të përjetojnë kohë të ndryshme. Kjo do të thotë se ju mund të hyni në njërin fund të vrimës krimbash dhe të dilni nga tjetri në një kohë më të hershme. Por Thorne gjithashtu tregoi se krijimi i një vrime krimbash të tillë do të kërkonte diçka të quajtur energji negative, një formë e energjisë që ka presion negativ. Energjia negative është e lejuar nga mekanika kuantike në sasi të vogla, por nuk është e qartë nëse mund të prodhohet në sasi të mjaftueshme për të krijuar një vrim krimbash të qëndrueshme. Dhe edhe nëse do të mund ta bënit, Thorne tregoi se vrima krimbash do të bëhej e paqëndrueshme në momentin që përpiqeshit ta përdornit për udhëtim në kohë, duke u shembur para se të mund të kaloni përmes saj. Kështu që udhëtimi makroskopik në kohë, lloji që shohim në filmat e Hollywoodit, duket se është i pamundur ose të paktën jashtëzakonisht i vështirë. Por kjo nuk do të thotë se koha është absolutisht e paktyeshme. Siç kemi parë, në nivelin kuantik, proceset mund të kthehen dhe në nivelin e informacionit, e kaluara mund të riorganizohet. Kështu që ndoshta pyetja e duhur nuk është a mund të udhtojmë prapa në kohë, por në çfarë kuptimi është e kaluara e ndryshueshme? Le të shohim një eksperiment tjetër që ilustron këtë. Në vitin 2016, një grup fizikanësh në Universitetin e Vienës kreu një version të eksperimentit të fshirësit kuantik duke përdorur fotone që kishin udhëtuar përmes një rrjeti të ndërlikuar të fibrave optike. Ata treguan se edhe kur fotoni kishte kaluar përmes një labirint kompleks të rrugëve, vendimi për të matur ose jo rrugën e tij në fund mund të ndikonte në sjelljen e tij në të gjithë labirintin. Është sikur fotoni dinte se çfarë matjeje do të bëjë në fund dhe rregullonte sjelljen e tij në të gjithë udhëtimin e tij në përputhje me rrethanat. Kjo sugjeron se informacioni në një sistem kuantik nuk është lokal. Ai nuk është i ruajtur në pika specifike përgjatë rrugës së Grimcës. Në vend të kësaj, ai është i shpërndar në të gjithë sistemin në një mënyrë që sfidohet kuptimin ton intuitiv të hapësirës dhe kohës. Dhe nëse informacioni është jo lokal, atëherë ndryshimi i informacionit në një pikë mund të ndikojë në të gjithë historinë e sistemit. Tani le të lidhim këtë me diçka që ndoshta keni përjetuar në jetën tuaj. A keni pasur ndonjëherë një përvojë ku mësoni diçka të re për një ngjarje të kaluar dhe kjo njohuri e re ndryshon plotësisht kuptimin që ajo ngjarje ka për ju? Ndoshta zbuloni se dikush që mendonit se ishte armik, në të vërtetë po përpiqej t'ju ndihmonte. Ose zbuloni se një vendim që mendonit se ishte një gabim, në të vërtetë ju çoi në një rrugë më të mirë. Në këto momente, e kaluara juaj nuk ndryshon në kuptimin faktik. Ngjarjet që ndodhen mbeten të njëjta, por kuptimi i tyre ndryshon rrënjësisht. Kjo është një lloj ndryshimi të së kaluarës që të gjithë ne përjetojmë rregullisht. Ne po rishkruajmë vazhdimisht historinë tonë personale, duke rinterpretuar atë në dritën e informacionit të ri. Dhe nëse universi në nivelin më themelor është informacional, atëherë ky proces i rinterpretimit mund të jetë më themelor se sa e imagjinojmë. Mund të mos jetë thjesht një ndryshim subjektiv në perceptimin ton, por një ndryshim real në strukturën informacionale të realitetit. Kjo ide ka mbështetje nga një fushë e re e fizikës që quhet it from bit, ose gjithçka nga informacioni, e propozuar nga John Wheeler që e përmendëm më parë. Wheeler argumentoi se çdo gjë fizike, çdo rrjedh nga informacioni, nga bit. Në këtë pamje, grimcat nuk janë objekte të vogla solide që lvizin përmes hapësirës. Ato janë manifestime të informacionit, mënyra se si universi përpunon dhe organizon të dhënat. Nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja çfarë është reale bëhet shumë më komplekse. A është reale një grimc kur askush nuk po e vëzgon? Ose është thjesht një mundësi, një bit i informacionit që nuk është aktualizuar ende? Dhe nëse realiteti është informacional, atëherë ndryshimi i informacionit ndryshon realitetin. Nuk ka një realitet objektiv atje jashtë që ekziston pavarësisht në informacioni që kemi për të. Realiteti dhe informacioni janë të pandashëm. Kjo na çon në një pyetje të fundit për këtë pjesë. Nëse realiteti është informacional, nëse e kaluara mund të riorganizohet duke ndryshuar informacionin,
atëhere kush ose çfarë po bën këtë riorganizim? A jemi ne, si vëzhgues, duke krijuar realitetin përmes aktit të vëzhgimit, ose ka një proces më i thellë, një algoritëm kozmik që po përpunon informacionin dhe po krijon iluzionin e kohës dhe shkaksisë? Disa fizikanë tani po eksplorojnë idenë se universi vet mund të jetë një kompjuter kuantik gjigant, duke kryer një llogaritje të pafund. Çdo grimc, çdo ndërveprim është një hap në këtë llogaritje, dhe koha është thjesht një parametër që përshkruan progresin e llogaritjes. Në këtë pamje, e kaluara nuk është një grup i fiksuar i ngjarjeve, por një histori e hapave të mëparshëm të llogaritjes. Dhe nëse llogaritja mund të kthehet, nëse hapat mund të zhbëhen, atëhere në një kuptim të caktuar, e kaluara mund të ndryshohet. Por kjo ngre një pyetje të thellë. Çfarë po llogarit universi? Çfarë është programi që po ekzekuton? Disa fizikanë argumentojnë se universi po llogarit gjendjen e tij të ardhshme bazuar në gjendjen e tij aktuale, duke ndjekur ligjet e fizikës. Të tjerë argumentojnë se universi po llogarit diçka më të thellë, ndoshta po eksploron të gjitha mundësitë e veta, duke krijuar një multivers të degëve të pafundme të realitetit. Dhe disa argumentojnë se pyetja vetë është e gabuar, se universi nuk po llogarit asgjë në kuptimin që ne e kuptojmë atë term. Ai thjesht është duke ekzistuar si një strukturë matematikore që përmban të gjitha mundësitë e veta njëkohësisht. Dhe atë që ne e perceptojmë si kohë, si një sekuencë ngjarjeve, është thjesht një mënyrë navigimit përmes kësaj strukture, një rrugë e veçantë përmes një peizazh të pafund të mundësive. Kjo na sjell në fund të kësaj pjese, por jo në fund të historisë. Ne kemi eksploruar se si koha në nivelin kuantik është e kthyeshme, se si informacioni është themelor për realitetin, se si e kaluara mund të jetë më e lëngshme se sa e imagjinojmë. Ne kemi parë se si vrimat e zeza na sfidojnë kuptimin ton të kohës, se si parimi holografik sugjeron se universi mund të jetë një projekcion i informacionit, se si udhëtimi në kohë mund të jetë i mundur në parim, por i vështirë në praktik. Por ka ende pyetje të mëdha mbeten. Çfarë roli luan vetëdia në të gjithë këtë? A jemi ne, si qenie të vetëdijshme, thjesht vëzhgues pasiv të një universi të paracaktuar, apo jemi pjesëmarrës aktiv në krijimin e realitetit? Dhe çfarë do të thotë kjo për të ardhmen e njerëzimit, për mundësinë e manipulimit të kohës, për natyrën e vetë ekzistencës? Këto janë pyetjet që do të eksplorojmë në pjesët e ardhshme. Por për tani, le të ndalemi dhe të reflektojmë. Koha nuk është një linje drejt nga e kaluara në të ardhmen. Është një strukturë komplekse, ndoshta një iluzion i krijuar nga mënyra se si ne përpunojmë informacionin. E kaluara nuk është fikse, por e lëngshme, e hapur për rinterpretim dhe riorganizim. Dhe ne, si qenie që përjetojnë kohën, jemi në qendër të këtij misteri, duke jetuar në kryqëzimin e asaj që ka qenë dhe asaj që do të jetë, duke krijuar të tashmen ton nga pëllhura e mundësive të pafundme që përbëjnë realitetin. Në këtë moment, ndërsa ju po përpiqeni të kuptoni se si e kaluara mund të ndryshohet, ndërsa trupi juaj po përpunon triliona operacione kuantike për sekond, ka diçka që duhet ta dini. Çdo gjë që keni lecuar deri tani, çdo eksperiment që kemi përshkruar, çdo paradoks që kemi eksploruar, është vetëm sipërfaqja e një realiteti aq të çuditshëm sa që shkenca vet po lufton për ta kuptuar atë. Sepse tani do të shkojmë në zemër të misterit. Tani do të shohim se çfarë ndodh kur e shtyjmë këtë pyetje në limitet e saj absolute. Dhe përgjigja që do të gjejmë nuk është ajo që prisni. Le të fillojmë me një eksperiment që u krye në vitin 2023, vetëm 2 vjet më parë, në Institutin Kombëtar të Standardeve dhe Teknologjisë në Colorado. Një grup fizikanësh të udhëhequr nga David Librand krijuan atë që ata e quajtën orën atomike më të saktë në histori. Kjo orë përdor atome të iterbiumit që luhaten me një frekuencë aq të lartë sa që mund të zbulojnë ndryshime në rrjedhën e kohës që janë aq të vogla sa që do t'ju duheshin 30 miliard vjet për të humbur 1 sekond. Por këtu është pjesa që e bën këtë vërtet të jashtëzakonshme. Kur ata vendosën 2 prej këtyre orëve në lartësi të ndryshme, vetëm 1 milimetër larg njëra tjetrës, ata zbuluan se koha po rrjehte me shpejtësi të ndryshme.
Ora që ishte 1 milimetër më lartë, po lëvizte më shpejt se ora që ishte më poshtë. 1 milimetër. Lartësia e një kokëre rëre. Dhe koha tashmë po rrjedhte me shpejtësi të ndryshme. Tani imagjinoni se çfarë do të thotë kjo. Koka juaj, që është rreth 20 cm më lart se këmbët tuaja, po përjeton kohën në një mënyrë të ndryshme nga këmbët tuaja. Dallimi është i vogël, rreth 1 në 1 kuintilion, por është real. Trupi juaj nuk po përjeton një tani të vetëm, ai po përjeton një pafundësi tani të ndryshme, të gjitha duke ndodhur njëkohësisht në pjesë të ndryshme të trupit tuaj. Ju nuk jeni një qenie që ekziston në një moment të vetëm. Ju jeni një orkestër e momenteve të pafundme, të gjitha duke luajtur në harmoni, por asnjëra nuk është saktësisht në të njëjtën kohë. Por le të shkojmë më thellë. Le të flasim për diçka që shkencëtarët e kanë zbuduar vetëm në 10 vjeçarin e fundit. Diçka që e bën të gjithë diskutimin ton për ndryshimin e së kaluarës të duket pothuajse i thjeshtë. Quhet ndërthurja temporale ose temporal entanglement, dhe është ndoshta zbulimi më i çuditshëm në historinë e fizikës kuantike. Në vitin 2019, një grup fizikanësh në Universitetin Hebre të Jerusalemit, duke zgjeruar punën e tyre të mëparshme, kryen një eksperiment që dukej i pamundur. Ata krijuan një situatë ku 2 fotone ishin të ndërthurura jo vetëm në hapësirë, por në kohë. Fotoni i parë u krijua, u mat dhe u shkatërrua. Pastaj, 5 minuta më vonë, fotoni i dytë u krijua. Dhe megjithatë, këta 2 fotone që nuk ekzistuan kurrë në të njëjtën kohë, treguan ndërthurje të përsosur kuantike. Por këtu është pjesa që e bën këtë absolutisht të çmendur. Kur ata matën fotoninë e dytë, ata zbuluan se mund të parashikonin me saktësi të përsosur se çfarë kishte ndodhur me fotoninë e parë 5 minuta më parë. Jo sepse kishin ruajtur informacion për fotoninë e parë, ata kishin fshirë çdo gjurmë të tij. Por megjithatë, matja e fotonit të dytë dinte se çfarë kishte bërë fotoni i parë. Është sikur e ardhmja dhe e kaluara të ishin të lidhura në një mënyrë që shkelet çdo gjë që e dim për shkaksin. Tani, dëgjoni me kujdes këtë, sepse është kritike. Ky eksperiment nuk tregon thjesht se e kaluara mund të ndryshohet. Ai tregon diçka shumë më të thellë. Ai tregon se koncepti ynë i para dhe pas, i shkak dhe pasojë, është një iluzion i krijuar nga perspektiva jon e kufizuar. Në nivelin më themelor të realitetit, nuk ka para dhe pas. Ka vetëm marrëdhënie, lidhje, modelet e informacionit që shtrihen përmes asaj që ne e quajmë kohë, por që në të vërtetë është diçka shumë më komplekse. Le të shohim se çfarë do të thotë kjo në praktik. Në vitin 2024, vetëm vitin e kaluar, një grup fizikanësh në Universitetin e Tokios kryen një version të zgjeruar të këtij eksperimenti. Ata krijuan një zinxhir prej 10 fotonesh, secili i ndërthurur me tjetrin, por asnjëri nuk ekzistoi në të njëjtën kohë. Fotoni i parë u krijua dhe u shkatërrua, pastaj fotoni i dytë, pastaj i treti, dhe kështu me radhë. Çdo foton ekzistoi për vetëm 1 milisekond dhe kishte një boshllëk prej 5 milisekondash midis çdo fotoni. Dhe megjithatë, kur ata matën fotoninë e 10, ata zbuluan se ai ishte i ndërthurur me të gjithë 9 fotonët e mëparshëm, asnjëri prej të cilëve nuk ekzistonte më. Matja e fotonit të 10 u dha atyre informacion të përsosur për të gjithë zinxhirin e fotonëve që kishin ekzistuar dhe kishin zhdukur 50 milisekonda më parë. Është sikur e ardhmja të kishte një kujtesë të përsosur të së kaluarës, edhe kur e kaluara është fshirë plotësisht nga realiteti. Por këtu vjen pjesa që do t'ju bëj të ndaleni dhe të mendoni për gjithçka që e dini për realitetin. Kur ata analizuan të dhënat, ata zbuluan diçka edhe më të çuditshme. Matja e fotonit të 10 jo vetëm që kujtonte fotonët e mëparshëm, por në një kuptim të caktuar, ajo i krijoi ata retroaktivisht. Është sikur akti i matjes në të tashmen të shkruante historinë e asaj që kishte ndodhur në të kaluarën. Tani e di se çfarë po mendoni. Po mendoni, kjo është e çmendur, kjo nuk mund të jetë e vërtet. Kjo shkel çdo gjë që e di për se si funksionon bota. Dhe keni të drejtë të mendoni kështu, sepse kjo vërtet shkel çdo gjë që mendojmë se e dim. Por këtu është e vërteta e vështirë. Çdo eksperiment që kemi kryer,
çdo matje që kemi bërë, çdo test që kemi ndërtuar, konfirmon këtë realitet të çuditshëm. Kjo nuk është teori, kjo nuk është spekulim, kjo është fakt i vërtetuar eksperimentalisht. Dhe tani, le të shkojmë në hapin tjetër. Le të flasim për atë që kjo do të thotë për natyrën e vetë realitetit. Sepse nëse e ardhmja mund të krijojë të kaluarën, nëse matjet tona në të tashmen mund të shkruajnë historinë e asaj që ndodhi, atëherë çfarë është realiteti? A ka një realitet objektiv atje jashtë që ekziston pavarësisht nga ne? Apo jemi ne, si vëzhgues, duke krijuar realitetin përmes aktit të vëzhgimit? Këtu është ku shkenca moderne po arrin në një kufi që duket pothuajse filozofik. Në vitin 2022, një grup fizikanësh të udhëhequr nga Czaslaw Bruckner në Universitetin e Vjenës propozuan një eksperiment që testonte atë që ata e quajtën realitetin e zgjedhur nga vëzhguesi. Ideja është kjo: në mekanikën kuantike, rezultati i një matjeje varet nga se çfarë zgjedh të matojë vëzhguesi. Por eksperimenti i Bruckner shkoi më larg. Ai tregoi se jo vetëm rezultati, por vetë realiteti i asaj që po matet varet nga zgjedhja e vëzhguesit. Le ta themi këtë përsëri sepse është thelbësore. Nuk është se ne po zbulojmë një realitet që tashmë ekziston. Ne po zgjedhim se cili realitet ekziston përmes aktit të zgjedhjes së asaj që të matim. Është sikur universi të ishte një libër me faqe të pafundme, dhe çdo herë që vendosim të lexojmë një faqe të caktuar, ne po zgjedhim se cila histori është reale. Faqet e tjera vazhdojnë të ekzistojnë, por ato bëhen jo real për ne në momentin që zgjedhim të lexojmë një faqe të ndryshme. Tani, disa prej jush mund të mendojnë, por kjo është thjesht për grimca të vogla kuantike. Çfarë lidhje ka me botën reale, me jetën time, me gjërat që mund të prek dhe të shoh? Dhe kjo është një pyetje e drejtë. Por konsideroni këtë. Në vitin 2020, një grup fizikanësh në Universitetin e Kalifornisë në Santa Barbara krijuan një objekt makroskopik, një rezonator mekanik që përmban në rreth 1 trilion atome dhe e vendosën atë në një gjendje superpozicioni kuantik. 1 trilion atome, të gjitha në 2 gjendje njëkohësisht. Kjo nuk është më një grimcë e vogël që nuk mund ta shihni. Kjo është një objekt që, në parim, mund të ishte i dukshëm me sy të lirë. Dhe në vitin 2023, një grup tjetër në Universitetin e Delft shkoi edhe më larg. Ata krijuan një objekt që përmban në rreth 10 trilion atome në një gjendje superpozicioni. 10 trilion atome, të gjitha duke ekzistuar në 2 vende njëkohësisht. Ne po afrohemi me shpejtësi në një pikë ku efektet kuantike nuk do të jenë më të kufizuara në botën e grimcave të padukshme. Ato do të bëhen pjesë e përvojës son të përdiqme. Por le të kthehemi te pyetja jon kryesore. A mund të ndryshojmë të kaluarën? Dhe tani, pasi kemi parë të gjitha këto eksperimente, pasi kemi eksploruar thellësitë e ndërthurjes temporale dhe realitetit të zgjedhur nga vëzhguesi, le t'japim një përgjigje të sinqertë. Përgjigja është po dhe jo. Po, në kuptimin se e kaluara në nivelin kuantik nuk është fikse. Ajo është një grup mundësish që mbyllen vetëm kur i vëzhgojmë ato. Dhe vëzhgimet tona në të tashmen mund të ndikojnë nëse cila nga këto mundësi bëhet reale. Në këtë kuptim, ne po ndryshojmë të kaluarën çdo herë që bëjmë një matje kuantike. Por jo, në kuptimin se ne nuk mund të ndryshojmë ngjarjet makroskopike që tashmë kanë ndodhur. Nuk mund të ktheheni prapa dhe parandaloni një aksident që ka ndodhur. Nuk mund të rishkruani historinë në mënyrën që e shohim në filmat e udhëtimit në kohë. Ligji i dytë i termodinamikës, rritja e entropise, krijon një shigjet kohe që në shkallë makroskopike është praktikisht e pakthyeshme. Por, dhe ky është një por i madh, kuptimi i asaj që ka ndodhur mund të ndryshohet. Interpretimi i së kaluarës, mënyra se si organizojmë informacionin për ngjarjet e kaluara është i lëngshëm. Dhe në një univers ku informacioni është themelor, ku realiteti vet mund të jetë informacional, ndryshimi i kuptimit mund të jetë po aq real sa ndryshimi i fakteve. Le të shohim një shembull konkret. Imagjinoni se keni një kujtesë të një ngjarje traumatike nga fëmijëria. Për vite, kjo kujtesë ju ka përcaktuar, ju ka kufizuar,
Ju ka bërë të besoni gjëra të caktuara për veten tuaj, por pastaj, përmes terapisë ose vetë reflektimit, ju zbuloni një perspektivë të re për atë ngjarje. Ju kuptoni se ajo që mendonit se ishte një dështim, në të vërtet ishte një mësim. Ajo që mendonit se ishte një refuzim, në të vërtet ishte një mbrojtje. Dhe në atë moment, e kaluara juaj ndryshon. Jo faktet e asaj që ndodhi, por kuptimi i tyre dhe përrjedhoi ndikimi i tyre në ju. Tani, në një univers newtonian klasik, do të thoshim se kjo është thjesht një ndryshim subjektiv në perceptimin tuaj. Ngjarjet e vërteta nuk ndryshuan, vetëm interpretimi juaj i tyre. Por në një univers kuantik, informacional, ku realiteti dhe informacioni janë të pandashëm, kufiri midis subjektiv dhe objektiv bëhet i turbullt. Nëse informacioni është themelor, atëherë ndryshimi i informacionit për të kaluarën është një ndryshim real në strukturën e realitetit. Kjo nuk do të thotë se ju mund të ndryshoni faktet, por do të thotë se faktet vetë janë më pak themelore se sa e mendonim. Ajo që është vërtet themelore është modeli i marrëdhënieve, rrjeti i lidhjeve që përbëjnë realitetin. Dhe ky rrjet është dinamik, në ndryshim të vazhdueshëm, duke u riorganizuar çdo herë që fitojmë informacion të ri. Tani le të flasim për diçka që shkencëtarët e kanë frikë ta pranojnë publikisht, por që shumica e tyre e dinë në zemrat e tyre. Ne nuk e kuptojmë vërtet kohën. Pas një shekulli të mekanikës kuantike, pas dekadave të eksperimenteve të sofistikuara, pas mijëra artikuj shkencor, ne ende nuk kemi një teori koherente që shpjegon se çfarë është koha në nivelin më themelor. Ne e dim se koha ngadalsohet pranë objekteve masive, e dim se ajo rrjedh me shpejtësi të ndryshme për vëzhgues të ndryshëm, e dim se në nivelin kuantik proceset mund të jenë të kthyeshme. E dim se e kaluara dhe e ardhmja janë të ndërthurura në mënyra që sfidojnë shkaksin, por ne nuk e dim se çfarë është koha në vetvete. Disa fizikanë, si Carlo Rovelli që e përmendëm më parë, argumentojnë se koha nuk ekziston në nivelin themelor. Ajo është një vetje dalë, diçka që shfaqet vetëm në shkallë të madhe kur keni shumë grimca që ndërveprojnë. Të tjerë, si Lee Smolin, argumentojnë se koha është themelore, por hapësira nuk është. Hapësira është ajo që del nga marrëdhëniet temporale midis ngjarjeve. Dhe disa, si Max Tegmark, argumentojnë se universi është një strukturë matematikore e përjetshme, ku koha është thjesht një dimension si hapësira. E kaluara, e tashmia dhe e ardhmja ekzistojnë të gjitha njëkohësisht në këtë strukturë. Dhe ndjenja jon e rrjedhës së kohës është një iluzion i krijuar nga mënyra se si vetëdia jon navigon përmes kësaj strukture. Kush ka të drejtë? E vërteta është se ne nuk e dim. Dhe kjo është një nga gjërat më të mrekullueshme dhe më të frikshme për shkencën moderne. Ne kemi arritur në një pikë ku pyetjet tona themelore për natyrën e realitetit nuk kanë përgjigje të qarta. Ne kemi eksperimente që tregojnë gjëra të çuditshme, por ne nuk kemi një kornizë teorike që i bashkon të gjitha këto zbulime në një tablo koherente. Dhe këtu është ku duhet të jemi të sinqertë me ju. Shumë nga gjërat që kemi diskutuar në këtë skenar, shumë nga eksperimentet që kemi përshkruar, janë reale dhe të verifikuara. Por interpretimi i tyre, kuptimi i tyre për natyrën e kohës dhe realitetit, është ende objekt debati. Ka fizikanë që besojnë se këto eksperimente tregojnë se realiteti është fundamentalisht i çuditshëm, se koha nuk është ajo që mendonim, se e kaluara është e lëngshme. Por ka edhe fizikanë që besojnë se ne thjesht nuk kemi gjetur ende shpjegimin e duhur, se ka një teori më e thellë që do ta bëjë të gjithë këtë të kuptueshme. Kjo është natyra e shkencës në kufijtë e saj. Ne nuk kemi përgjigje të sigurta. Ne kemi eksperimente, të dhëna, vëzhgjime, dhe ne kemi teori që përpiqen të shpjegojnë këto të dhëna. Por teoritë janë gjithmonë të përkohshme, gjithmonë të hapura për rishikim, gjithmonë në pritje të eksperimentit tjetër që mund t'i konfirmoj ose t'i hedhim poshtë ato. Dhe kjo është e bukur. Kjo është ajo që e bën shkencën kaq të fuqishme. Ne nuk pretendojmë se kemi të gjitha përgjigjet. Ne pranojmë ignorancën tonë. Ne themi, këtu është ajo që e dim, këtu është ajo që nuk e dim, dhe këtu është ajo që po përpiqemi të zbulojmë.
Kjo ndershmëri, kjo përullësi përballë misterit të universit, është ajo që e dallon shkencën nga dogma. Kështu që kur ju pyesni, a mund të ndryshojmë të kaluarën? Përgjigjja e sinqertë është, ne nuk e dim plotësisht. Ne e dim se në nivelin kuantik e kaluara nuk është fikse në mënyrën që mendonim. Ne e dim se vëzhgimet tona në të tashmen mund të ndikojnë në atë që konsiderojmë si të kaluar. Ne e dim se koha është shumë më komplekse dhe më e çuditshme se sa e imagjinojmë. Por nëse kjo do thotë se një ditë do të mund të ndërtojmë një makinë kohe, nëse do thotë se do të mund të udhtojmë fizikisht prapa në kohë dhe të ndryshojmë ngjarje, nëse do thotë se e kaluara është vërtet e lëngshme në një kuptim makroskopik, praktik, këto janë pyetje që mbeten të hapura. Dhe ndoshta do të mbeten të hapura për gjithmonë. Ose ndoshta, një ditë, një shkencëtar i ri në një laborator diku do të bëjë një zbulim që do të ndryshojë gjithçka që e dim. Kjo është aventura e shkencës. Kjo është udhëtimi i kuptimit. Dhe ju, duke lecuar këto fjalë, duke menduar për këto ide, jeni pjesë e këtij udhëtimi, sepse shkenca nuk është vetëm për shkencëtarët në laborator, është për të gjithë ne që pyesim, që mrekullohemi, që refuzojmë të pranojmë përgjigje të thjeshta për pyetje komplekse. Koha mund të mos jetë ajo që mendonim se ishte. E kaluara mund të mos jetë fikse. Realiteti mund të jetë shumë më i çuditshëm se sa mund ta imagjinojmë. Por kjo nuk duhet të na friksojë. Kjo duhet të na frymëzojë, sepse do të thotë se ka ende aq shumë për të zbuluar, aq shumë për të mësuar, aq shumë mister që presin të zbulohen. Dhe ndoshta, në fund, pyetja e vërtet nuk është a mund të ndryshojmë të kaluarën, por çfarë do të thotë të jetosh në një univers ku e kaluara nuk është fikse, ku koha nuk është absolute, ku realiteti vet është në krijim të vazhdueshëm. Çfarë do të thotë kjo për mënyrën se si jetojmë jetën tonë, për zgjedhjet që bëjmë, për kuptimin që japim përvojave tona? Këto janë pyetjet që shkenca vet nuk mund t'i përgjigjet. Këto janë pyetje filozofike, eksistenciale, personale. Por shkenca na jep një kornizë për t'i menduar ato, një mënyrë për t'i eksploruar ato me rigorozitet dhe ndershmëri. Dhe në këtë kuptim, shkenca nuk është vetëm për kuptimin e universit. Është për kuptimin e vetes son, të vendit ton në këtë univers të çuditshëm dhe të mrekullueshëm. Kështu që ndërsa përfundojmë këtë pjesë, ndërsa përgatitemi për reflektimin final filozofik, le të mbajmë në mend këtë. Ne jemi qenie që jetojnë në kryqëzimin e asaj që ka qenë dhe asaj që do të jetë, duke krijuar të tashmen ton nga pëllhura e mundësive të pafundme. Ne jemi vëzhgues dhe krijues, dëshmitar dhe pjesëmarrës, produkte të së kaluarës dhe arkitekt të së ardhmes. Dhe në këtë rol të dyfisht, në këtë pozicion të çuditshëm midis determinizmit dhe lirisë, ne gjejmë kuptimin dhe qëllimin ton. Koha rrjedh, ose ndoshta nuk rrjedh. Ndoshta ne rrjedhim përmes kohës, ose ndoshta koha dhe ne jemi të pandashëm. Dy aspekte të njëjtit realitet themelor. Çfarë do që t'jetë, e vërteta një gjë është e qartë. Udhëtimi i kuptimit vazhdon. Dhe çdo përgjigje që gjejmë na çon në pyetje edhe më të thella, edhe më të mrekullueshme. Dhe tani, pasi kemi udhëtuar përmes thellësive të mekanikës kuantike, pasi kemi parë se si e kaluara mund të jetë e lëngshme dhe e ardhmja e ndërthurur me të tashmen, le të ndalemi në një moment që është njëkohësisht i zakonshëm dhe i jashtëzakonshëm. Ju duke lecuar këto fjalë. Tani, në këtë moment të vetëm, të papërsëritshëm, që nuk do të kthehet kurrë. Ose ndoshta do të kthehet. Ndoshta çdo moment që keni jetuar, çdo mendim që keni pasur, çdo zgjedhje që keni bërë, ekziston ende diku në strukturën e hapësirë kohës, duke pritur të rikthehet, të rivëzhgohet, të rinterpretohet. Por këtu është pyetja që duhet ta bëjmë tani, pyetja që shkenca nuk mund ta shmangit. Nëse e gjithë kjo është e vërtet, nëse koha vërtet është kaq e çuditshme, nëse e kaluara vërtet është e lëngshme, atëherë çfarë do të thotë kjo për natyrën e vetë ekzistencës? Çfarë do të thotë të jesh një qenie e vetëdijshme në një univers ku koha mund të mos jetë ajo që duket? Le të fillojmë me një ide që ka munduar filozofët për mijëra vjet, por që tani po merr një kuptim të ri në dritën e fizikës moderne. Filozofi grek Herakliti
që jetoi rreth 500 vjet para Krishtit, tha: "Nuk mund të hysh 2 herë në të njëjtin lum." Ai kishte të drejtë, por jo për arsyen që ai mendonte. Ai mendonte se lumi ndryshon, uji rrjedh dhe kështu lumi i dytë herë nuk është i njëjtë si i pari herë. Por tani ne e dim se ka diçka edhe më të thellë. Ju që hyni në lum nuk jeni i njëjti. Jo vetëm sepse qelizat tuaja kanë ndryshuar, por sepse vetë koncepti i ju në 2 momente të ndryshme është një abstraksion. Nuk ka një ju i vazhdueshëm që lëviz përmes kohës. Ka vetëm një seri momentesh, secili duke përmbajt një version të jush, dhe lidhja midis këtyre momenteve është më e dobët se sa imagjinojmë. Kjo ide ka një emër në filozofinë moderne, perdurantizmi. Është ideja se ju nuk jeni një objekt 3-dimensional që ekziston në një moment të vetëm. Ju jeni një objekt 4-dimensional që shtrihet përmes kohës. Ju në moshën 5 vjeç, ju në moshën 20 vjeç, ju tani, ju në moshën 80 vjeç, të gjithë këta ju janë pjesë të njëjtit objekti 4-dimensional, të njëjtës krimbi kohe që shtrihet nga lindja deri në vdekje. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë në çfarë kuptimi jeni ju tani më real se ju i dieshëm ose ju i nesërm? Nga perspektiva e hapësirë kohës, të gjithë këta ju ekzistojnë njëkohësisht. Nuk ka një tani privilegjuar që është më real se momentet e tjera. Të gjitha momentet e jetës suaj ekzistojnë me të njëjtën realitet, të gjitha të thurura në strukturën e hapësirë kohës. Kjo ide mund të duket e ftohtë, e largët, madje deprimuese. Nëse e gjithë jeta ime tashmë ekziston, nëse e ardhmja ime tashmë është e shkruar në strukturën e hapësirë kohës, atëherë ku është liria ime? Ku janë zgjedhjet e mia? Por këtu është ku mekanika kuantike na jep një përgjigje të papritur, një rrugdalje nga determinizmi i hapësirë kohës. Sepse në nivelin kuantik, e ardhmja nuk është e shkruar. Ajo është një grup mundësish, një superpozicion i të gjitha rrugëve të mundshme që jeta juaj mund të marrë. Dhe çdo zgjedhje që bëni, çdo vëzhgjim që kryeni, është një akt që zgjedh se cila nga këto mundësi bëhet reale. Ju nuk jeni thjesht një krimb kohe pasiv që shtrihet përmes hapësirë kohës. Ju jeni një pjesëmarrës aktiv në krijimin e rrugës suaj përmes peizazhit të mundësive. Por këtu është paradoksi. Nëse çdo mundësi realizohet në një degë të ndryshme të realitetit, siç sugjeron interpretimi i shumë botëve, atëherë në një kuptim, ju nuk po zgjidhni fare. Të gjitha zgjedhjet po bëhen. Ka një version tuaj që zgjodhi A, një version që zgjodhi B, një version që zgjodhi C. Të gjithë këta versione janë po aq real, thjesht në dega të ndryshme të realitetit që nuk mund të komunikojnë me njëri tjetrin. Kështu që, çfarë do të thotë kjo për përgjegjësinë? Nëse çdo zgjedhje që mund të bëj po bëhet në një degë të realitetit, atëherë a jam unë përgjegjës për zgjedhjet e mia? Përgjigjja mendoj është po. Sepse edhe nëse të gjitha zgjedhjet po bëhen diku, vetëdia ime, unë që po përjeton këtë moment, po ndjek një degë specifike. Dhe zgjedhjet që bëj përcaktojnë se cilën degë do të ndjek kjo vetdije. Versioni tjetër i meje në degën tjetër mund të bëj një zgjedhje të ndryshme, por ai nuk jam unë. Ai është një version tjetër, një mundësi tjetër që u realizua. Kjo na çon në një pyetje edhe më të thellë. Çfarë është vetëdia në një univers kuantik? A është vetëdia një veti e dalë, diçka që shfaqet kur keni një sistem mjaft kompleks të neuroneve që ndërveprojnë, apo është diçka më themelore? Diçka që është e thurur në vetë strukturën e realitetit. Disa fizikanë si Roger Penrose dhe Stuart Hameroff kanë propozuar se vetëdia është një fenomen kuantik. Ata argumentojnë se ka procese kuantike që ndodhin në strukturat e quajtura mikrotubula brenda neuroneve dhe se këto procese janë ato që krijojnë përvojën subjektive të vetëdijes. Nëse kjo është e vërtet, atëherë vetëdia nuk është thjesht një produkt i aktivitetit të trurit. Ajo është një pjesë themelore e mënyrës se si universi përpunon informacionin. Të tjerë shkojnë edhe më larg. Filozofi David Chalmers ka argumentuar se vetëdia mund të jetë një veti themelore e universit, si masa ose ngarkesa. Në këtë pamje, çdo sistem që përpunon informacion ka një shkallë të caktuar të vetëdijes, nga një elektron i vetëm deri te një tru njerëzor.
Kjo ide quhet panpsikizëm dhe edhe pse duket radikale, ajo po fiton terren midis disa filozofëve dhe shkencëtarëve. Por pavarësisht se cila teori e vetdijes është e saktë, një gjë është e qartë. Vetdia luan një rol kritik në mënyrën se si ne përjetojmë kohën. Pa vetdije, pa një vëzhgues që të organizojë përvojat në një sekuencë, koha mund të jetë thjesht një dimension si hapësira, pa drejtim të veçantë, pa ndjenjë të rrjedhës. Është vetdia që krijon iluzionin, ose ndoshta realitetin, e momentit të tashëm, e tani që lëviz përmes kohës. Dhe këtu është ku duhet të jemi absolutisht të sinqertë. Ne nuk e dim se si funksionon kjo. Ne nuk e dim se si vetdia krijon përvojën subjektive të kohës. Ne nuk e dim pse ne përjetojmë një tani që lëviz përpara, kur ligjet themelore të fizikës janë simetrike në kohë. Kjo quhet problemi i vështirë i vetdijes dhe është një nga pyetjet më të mëdha të paszgjidhura në shkencë. Ka teori, ka hipoteza, ka eksperimente që po përpiqen të adresojnë këtë. Por e vërteta është se ne jemi ende në errësirë. Ne e dim se vetdia ekziston, sepse secili prej nesh e përjeton atë çdo moment, por ne nuk e dim se çfarë është ajo, se si shfaqet, se pse ekziston. Dhe kjo ignorancë duhet të na bëjë të përulur. Le të flasim tani për diçka që shkenca moderne ka zbuluar, por që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë plotësisht. Sa pak e dim në të vërtetë për universin. Ne e dim se universi përbëhet nga materie dhe energji, por materia që mund ta shohim, yjet, galaktikat, planetët, ju dhe unë, përbën vetëm rreth 5% të përmbajtjes totale të universit. 5%. Pjesa tjetër, 95%, është diçka që ne e quajmë materie e errët dhe energji e errët. Por këto janë thjesht emra për ignorancën tonë. Ne nuk e dim se çfarë janë këto gjëra. Materia e errët është diçka që ka masë, që ushtron forcë gravitacionale, por që nuk ndërvepron me dritën. Ne e dim se ekziston sepse mund të shohim efektet e saj gravitacionale në galaktikat dhe tufa të galaktikave. Por ne nuk e dim se nga çfarë është e bërë. A është e bërë nga grimca që ne ende nuk i kemi zbuluar? A është diçka plotësisht e ndryshme, një formë e re e materjes që nuk i përshtatet asnjë kategorie që e njohim? Dhe energjia e errët është edhe më misterioze. Është një forcë që po shtyp universin të zgjerohet me shpejtësi gjithnjë më të madhe. Ne e dim se ekziston sepse mund ta matim zgjerimin e universit, por ne nuk e dim se çfarë është. A është një veti e vet hapësirës? A është një fushë e re që mbush universin? A është një shenjë se ligjet tona të fizikës janë të pasakta në shkallë kozmike? E vërteta është se ne nuk e dim. Dhe kjo nuk është thjesht një boshllëk i vogël në njohurit tona. Kjo është një boshllëk gjigant. Ne nuk e dim se nga çfarë është i bërë 95% i universit. Imagjinoni të jetonit në një shtëpi dhe të mos dinit se çfarë ka në 95% të dhomave. Kjo është gjendja e shkencës moderne, dhe ka më shumë. Ne nuk e dim se çfarë ndodhi në momentin e parë të Big Bangut. Ne mund ta gjurmojmë historinë e universit prapa në kohë deri në një fraksion të vogël të një sekonde pas Big Bangut. Por momenti veti fillimit, singulariteti ku të gjitha ligjet e fizikës prishen, mbetet një mister. A kishte diçka para Big Bangut? A është universi ynë pjesë e një multivers më të madh? A është koha vetë një koncept që nuk ka kuptim në momentin e fillimit? Ne nuk e dim, dhe ndoshta nuk do ta dim kurrë. Sepse për të kuptuar momentin e fillimit, ne do të duhej të kishim një teori që bashkon mekanikën kuantike me relativitetin e përgjithshëm. Një teori e gjithçkaje që përshkruan të gjitha forcat dhe të gjitha grimcat në një kornizë të vetme. Dhe pavarësisht dekadave të punës nga disa nga mendjet më të shkëlqyera në fizik, ne ende nuk kemi një teori të tillë. Ka kandidat. Teoria e vargut është një. Graviteti kuantik i lakut është një tjetër. Por asnjëra prej tyre nuk është provuar eksperimentalisht. Dhe mund të jetë se ato nuk mund të provohen kurrë, sepse energjit që do të duheshin për të testuar këto teori janë aq të larta sa që janë praktikisht të paarritshme me teknologjinë tonë aktuale. Kështu që këtu jemi ne, qenie inteligjente në një planet të vogël që rrotullohet rreth një yli mesatar në një galaktik që është një nga miliarda galaktika në një univers që mund të jetë një nga një pafundësi universish duke përpiqur të kuptojmë natyrën e realitetit.
Dhe sa më shumë që mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Por kjo nuk duhet të na dekurajojë. Kjo duhet të na frymëzojë, sepse do të thotë se ka ende aq shumë për të zbuluar. Çdo përgjigje që gjejmë na çon në pyetje të reja. Çdo mister që zgjidhim zbulon misteret e reja. Kjo është natyra e shkencës, e njohurisë, e vetë ekzistencës. Dhe tani, le të kthehemi te pyetja me të cilën filluam këtë udhëtim. Koha rrjedh vetëm në një drejtim? Në nivelin makroskopik, në botën e përditshme që përjetojmë, përgjigja duket se është po. Entropia rritet, gjërat prishen, njerëzit plakin, universi lëviz nga rregull drejt kaosit. Kjo është shigjetën e kohës që të gjithë ne e përjetojmë. Por në nivelin kuantik, historia është e ndryshme. Atje, proceset janë të ktyeshme. Grimcat mund të lëvizin përpara ose mbrapsht në kohë. E kaluara nuk është fikse, por një grup mundësish që mbyllen vetëm kur i vëzgojmë ato. Dhe vëzgimet tona në të tashmen mund të ndikojnë në atë që konsiderojmë si të kaluar. Kështu që në një kuptim, të dyja përgjigjet janë të sakta. Koha rrjedh në një drejtim në shkallë të madhe, por është e kthyeshme në shkallë të vogël. Realiteti është i stratifikuar, me shtresa të ndryshme që ndjekin rregulla të ndryshme. Dhe ne, si qenie që ekzistojnë në kryqëzimin e këtyre shtresave, përjetojmë të dyja aspektet e kohës. Por ka diçka më të thellë këtu, diçka që shkenca vetë nuk mund ta shpjegojë plotësisht. Është fakti se ne, si qenie të vetëdijshme, kemi aftësinë të reflektojmë mbi natyrën e kohës, të pyesim pyetje për të kaluarën dhe të ardhmen, të mrekullohemi për misteret e universit. Kjo aftësi për vetë reflektim, kjo aftësi për të pyetur pse, është ndoshta gjëja më e jashtëzakonshme në univers. Mendoni për këtë. Universi, përmes një procesi që zgjati miliarda vjet, ka krijuar struktura që janë në gjendje të mendojnë për veten e tyre. Atome që u formuan në zemrat e yjeve, që u shpërdan në hapësirë kur yjet shpërthyen, që u mblodhen në re pluhuri, që u kondensuan në planeta, që u organizuan në molekula komplekse, që u bën qeliza, që u bën organizma, që u bën trur, që u bën vetdije. Universi po vëzgon veten përmes jush. Ju jeni mënyra e universit për të njohur veten. Kjo nuk është poetike, kjo është fakt shkencor. Atomet në trupin tuaj u krijuan në yje. Ju jeni, fjalë për fjalë, pluhur yjor. Dhe tani, këto atome janë organizuar në një mënyrë që u lejon atyre të mendojnë, të ndjejnë, të pyesin pyetje për natyrën e realitetit. Kjo është një mrekulli që asnjë fjalë nuk mund ta përshkruajë plotësisht. Dhe këtu është ku duhet të kthehemi te momenti me të cilin filluam. Ju, duke lecuar këto fjalë, tani, në këtë moment, të vetëm, të papërsëritshëm. Ky moment është i veçantë jo sepse është më real se momentet e tjera, por sepse është momenti që ju po përjetoni. Është momenti ku vetëdia juaj, ajo flak e vogël e vetëdijes që është ju, po ndricon. Dhe në këtë moment, ju keni një zgjedhje. Ju mund të zgjidhni se si ta interpretoni të kaluarën tuaj. Ju mund të zgjidhni se çfarë kuptimi t'i jepni përvojave tuaja. Ju mund të zgjidhni se si t'i jetoni të tashmen tuaj. Këto zgjedhje nuk do të ndryshojnë faktet e asaj që ka ndodhur, por ato të ndryshojnë kuptimin e atyre fakteve. Dhe në një univers ku informacioni është themelor, ku realiteti dhe kuptimi janë të pandashëm, kjo është një formë e fuqishme e ndryshimit të së kaluarës. Ju nuk mund të ktheheni prapa dhe të parandaloni një gabim që keni bërë, por ju mund të rishikoni atë gabim si një mësim. Ju nuk mund të ndryshoni një humbje që keni përjetuar, por ju mund të rishikoni atë humbje si një mundësi për rritje. Ju nuk mund të fshini dhimbjen që keni ndjerë, por ju mund të transformoni atë dhimbje në mencuri, në empati, në forcë. Kjo është forma e udhëtimit në kohë që është në dispozicion të gjithëve. Jo udhëtimi fizik prapa në kohë, por udhëtimi i rinterpretimit, i riorganizimit të informacionit për të kaluarën në mënyra që ndryshojnë kuptimin e saj për të tashmen. Dhe në një univers ku kuptimi është real, ku informacioni është themelor, kjo është një formë e vërtet e ndryshimit të së kaluarës. Por le të jemi të qartë, kjo nuk do të thotë se ju mund të injoroni të kaluarën, se ju mund të pretendoni se gjërat e këqija nuk ndodhen. Faktet janë faktet. Dhimbja është reale, humbja është reale.
por mënyra se si ju I lidhni këto fakte, historia që tregoni për to, kuptimi që u jepni atyre, kjo është në duart tuaja. Dhe kjo është një fuci e jashtëzakonshme. Tani, ndërsa po afrohemi në fund të këtij udhëtimi, le të reflektojmë për atë që kemi mësuar. Ne kemi parë se koha nuk është ajo që duket. Ne kemi parë se e kaluara në nivelin kuantik është e lëngshme, e hapur për ndryshim. Ne kemi parë se realiteti vet mund të jetë informacional, një proces I përpunimit të dhenave në nivelin më themelor. Ne kemi parë se vetëdia luan një rol kritik në krijimin e përvojës son të kohës. Por ne kemi parë gjithashtu se ka shumë që nuk e dim. Ne nuk e dim se çfarë është koha në nivelin më themelor. Ne nuk e dim se si vetëdia krijon përvojën subjektive të momentit të tashëm. Ne nuk e dim se nga çfarë është I bërë 95% I universit. Ne nuk e dim se çfarë ndodhi në momentin e fillimit. Ne nuk e dim nëse ka univers të tjerë për të jetotonit. Dhe kjo ignorancë, kjo pranësi e kufive të njohurive tona, është një nga gjërat më të rëndësishme që shkenca na mëson. Ne nuk kemi të gjitha përgjigjet. Ne nuk pretendojmë se I dim të gjitha sekretet e universit. Ne thjesht po përpiqemi, hap pas hapi, eksperiment pas eksperimenti, të kuptojmë pak më shumë për natyrën e realitetit. Dhe në këtë përpjekje, në këtë udhëtim të kuptimit, ka një bukuri të thellë. Sepse çdo zbulim I ri, çdo përgjigje e re, na hap dyer të reja, na tregon pezazhe të reja të misterit. Sa më shumë që mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa I madh është universi, sa I thellë është misteri, sa shumë ka ende për të zbuduar. Dhe ju, duke lecuar këto fjalë, jeni pjesë e këtij udhëtimi. Ju nuk jeni thjesht një vëzhgues pasiv, ju jeni një pjesëmarrës aktiv në procesin e kuptimit. Çdo pyetje që bëni, çdo mrekulli që ndjeni, çdo moment që ndaleni për të menduar për natyrën e realitetit, është një kontribut në këtë udhëtim kolektiv të njerëzimit drejt kuptimit. Kështu që le të përfundojmë me një pyetje, jo me një përgjigje, sepse pyetjet, në fund, janë më të rëndësishme se përgjigjet. Përgjigjet mbyllin dyer, pyetjet I hapin ato. Përgjigjet na japin një ndjenjë të rre me sigurie. Pyetjet na mbajnë të hapur, kurioz, të gjallë. Këtu është pyetja. Nëse koha nuk është ajo që duket, nëse e kaluara është e lëngshme, nëse realiteti vet është në krijim të vazhdueshëm, atëherë çfarë do të thotë të jetosh plotësisht në momentin e tashëm? Çfarë do të thotë të pranosh se çdo moment është I ri, I papërsëritshëm, I mbushur me mundësi? Çfarë do të thotë të jetosh jo si një krimb, kohe pasiv, që shtrihet përmes hapësirë kohës, por si një krijues aktiv I përvojës tënde, duke zgjedhur në çdo moment se cilën deg të realitetit të ndiqesh. Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet. Këto pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet për veten e tij. Por shkenca na jep një kornizë për t'i menduar ato, një mënyrë për t'i eksploruar ato me ndershmëri dhe rigorozitet. Dhe ndoshta, në fund, kjo është mësimi më I rëndësishëm. Se universi është më I çuditshëm, më I bukur, më misteroz se sa mund ta imagjinojmë. Se koha nuk është një linje drejt nga e kaluara në të ardhmen, por një strukturë komplekse që ne ende po përpiqemi të kuptojmë. Se e kaluara nuk është fikse, por e hapur për reinterpretim. Se realiteti vet është në krijim të vazhdueshëm dhe ne jemi pjesëmarrës në atë krijim. Ju jete në një univers ku e kaluara mund të ndryshohet, ku e ardhmja është e hapur, ku çdo moment është I mbushur me mundësi. Çfarë do të bëni me këtë njohuri? Si do ta jetoni jetën tuaj duke ditur se realiteti është më I lëngshëm se sa e mendonit? Si do t'i jepni kuptim përvojave tuaja duke ditur se kuptimi vet është një zgjevje, një akt krijues? Këto janë pyetjet që do t'ju ndjekin pasi të keni përfunduar lecimin e këtyre fjalëve. Dhe kjo është e bukur, sepse do të thotë se udhëtimi nuk përfundon këtu. Ai vazhdon në çdo moment të jetës suaj, në çdo zgjedhje që bëni, në çdo mënyrë që zgjidhni të interpretoni përvojat tuaja. Koha rrjedh, ose ndoshta nuk rrjedh. Ndoshta ne rrjedhim përmes kohës. Ose ndoshta koha dhe ne jemi të pandashëm, dy aspekte të njëjtit realiteti themelor. Çfarëdo që të jetë e vërteta, një gjë është e qartë. Ju jeni këtu, tani,
në këtë moment të jashtëzakonshëm, duke lecuar këto fjalë, duke menduar këto mendime, duke qenë pjesë e këtij universi të mrekullueshëm dhe misteroz. Dhe kjo, në fund, është gjëja më e jashtëzakonshme e të gjitha. Jo se mund të ndryshojmë të kaluarën, jo se mund të parashikojmë të ardhmen, por se jemi këtu, tani, të vetëdijshëm, të gjallë, të aftë për të mrekulluar, për të pyetur, për të dashur, për të krijuar kuptim në një univers që mund të mos ketë kuptim të brendshëm. Ju jeni një mrekulli e atomeve që u organizuan në një mënyrë që u lejon atyre të mendojnë për veten e tyre. Një mrekulli e vetëdijes që lindi nga kaosi. Një mrekulli e kuptimit që u krijuar nga një univers që mund të jetë indiferent ndaj kuptimit. Dhe në këtë mrekulli, në këtë moment të vetëm, të papërsëritshëm, ju keni një zgjedhje. Të jetoni plotësisht, të dashuroni thellësisht, të mrekulloheni vazhdimisht, të krijoni kuptim në çdo moment. Sepse nëse ka një mësim që shkenca moderne na mëson, është ky. Asgjë nuk është e garantuar. Asgjë nuk është e përjetshme. Çdo moment është i çmuar pikërisht sepse është i përkohshëm. Kështu që jetoni, mrekullohuni, pyesni, kërkoni, krijoni, sepse ju jeni universi që po vëzgon veten, ju jeni koha që po përjeton veten, ju jeni misteri që po përpiqet ta kuptojë veten. Dhe kjo është më shumë se mjaft.